A nuk e dje ka ardhur Klosi apo jo, sepse një nga njerëzit më të rëndësishëm që ka më në staf, Arben Rozhani më thotë që ndoshta jo, ndoshta po. Si shumë fliste duja në kinë, Bushati e di mirë këtë punë. Edhe ky më thotë, ndoshta po vjen, ndoshta s'po vjen, ndoshta e fillon, ndoshta se fillon. Që është Allah kjo punë, kupton? Pra, të nderuar të rishikues, më thoni, kur vjen Klosi, më thoni dhe unë, më thoni dhe ne e futim atë, por ndërkohë e fillojmë bisedën. Të nderuar të rishikues tani, sikur se ju njoftuam, ka shpërthyer një luftë shumë e madhe në udhëheqësinë tonë këtu në Tiranë, se kush e do më shumë Kosovën dhe liderët e UÇK-s. Aq shumë e duan Kosovën, Rama dhe Berisha, sa që çdo propozim që bën pala tjetër në favor të Kosovës, ata nuk marrin pjesë fare, nuk e pranojnë. Do të thënë dashurinë e kanë preç. E kanë dashurinë për Kosovën, për njëri tjetrin e vrasin. Në këtë pjesë ne do të flasim për tubimin që do të mbahet ditën e nesme, mbyllë Bushati atë se do të mos dëgjohet si sinjal tjetër. Kjo që lëshove ti në Topoland. Jo valli ret si prodhohet lajmi këtu. Po, e qartë. Në këtë pjesë ne do të flasim për tubimin që do të mbahet ditën e nesme për krerët e UÇK-s, një përplasje mes Ramës dhe vetëvendosjes dhe përplasjen këtu brenda për këtë çështje. Do të flasim dhe për raportimin e Altin Dumanit, politikisht të radhë, sepse me panelin që unë kisha në fillim, folëm diçka, për raportimin e Dumanit në Komisionin e Ligjeve, dhe do të përpiqemi të, në qoftë se do të kemi, do të dalë koha, që popullatën nuk e kap gjumi, pano, atëherë ne diskutojmë edhe për presidentin, sepse presidentin tani po e sulmojnë shumë ashpër sikur ky po e shkatron Shqipërinë. Presidenti që kemi preç, zoti Bajram, sikur ky e ka marrë, më thonë, shkatroi. Shqipërinë e bëri capa-capa. Pres Zogaj, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Andi Bushati, faleminderit shumë që ke ardhur. Zoti Mentor Nazar ka dhe pa në Sogo, po faleminderit shumë. Në studion 2, momentin që është, ndoshta thot, ka mbetur me sinjali parë, nuk ka ardhur, se mos po vjen më kemë ky Rozhan, se më kemë vënohet dhe mbaron emisioni. Atëre, unë do të fillonja, si shtash me zotin Klosi, po ne po e presim atë dhe po hymë në bisedë. Sinkroni një Rama vetëvendosje replika. Replikën mes Ramës dhe vetëvendosjes. Lëvizja vetëvendosje qëndron në krah të gjithë qytetarëve që protestojnë e kërkojnë drejtësi për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Tiranë. Qëndrimi ynë për gjykatën speciale mbetet i pandryshuar. Kujtojmë se gjykata speciale nuk erdhi vetvetiu, por nisi që në vitin 2008 nga një rezolutë e propozuar në Këshillin e Evropës nga kryesuesi i deputetëve të Federatës Ruse në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Konstantin Kosaçev, por që u miratua si rezolut me propozimin e senatorit Dick Marty në vitin 2011. Shumë nga ata që sot dalin në kundërshtim me gjykatën speciale, dje ishin lobuesit më të mëdhenj për themelimin e saj. Para se të protestojnë, këta aktorë dhe politikan duhet të tregojnë të paktën një minimum pendese për qëndrimet e tyre të gabuara në të kaluarën. Një shembull i qartë është vetë kryeministri aktual i Shqipërisë, Edi Rama, i cili madje kishte ardhur në Kosovë në vizitë emergjente me helikopter për të bindur palët këtu që të votonin pro themelimit të kësaj gjykate. Por lëvizja vetëvendosje, si atëherë më 2015-ën, si sot më 2025-ën, është e palëkundur se drejtësia duhet të ndriçojë të vërtetën, dhe e vërteta nuk ka si të jetë ndryshe veç se në anën e luftës dhe përpjekjes së paepur të popullit të Kosovës për çlirim e pavarësi sikur popujt e tjerë. Në anën tjetër, institucionet e Shqipërisë si shtet antar i OKB-s, i Këshillit të Evropës, i OSBE-s, i NATO-s, shumë pranë Bashkimit Evropian, kanë përgjegjësi dhe mundësi që këtë çështje ta ngrejnë në këto forume ndërkombëtare, aty ku flitet e vendoset për drejtësi, e jo në sheshin Skënderbe në Tiranë. Lëvizja vetëvendosje më pas ka kushtuar një çarçaf të gjatë, ku shkruan se përpara 10 vjetësh unë pas kam qenë pro, kurse ajo pas ka qenë kundër gjykatës speciale. Ndërkohë, unë e kam denoncuar farsën ndaj Hashim Thaqit e të tjerëve, kurdo e kudo ka qenë rasti e nevoja,
ndërsa lëvizja dihet se ka lëvizur në atë drejtim. Por unë s'jam në asnjë lloj gare me lëvizjen dhe më vjen keq që lëvizja i ngatron marrëdhëniet institucionale të Kosovës me Shqipërinë në çorbën e balotazheve komunale, ndërsa për qëndrimet e para 10 vjetëve, kur ajo nuk njihte as himnin e Kosovës, e jo më pafajësinë e Hashim Thaçit, të cilin do ta donte përjetësisht në Hag, i kujtoi lëvizjes se gjykata speciale u ngrit për trafikun e organeve, jo për të marrë peng presidentin e Republikës së Kosovës. Dhe e fundit, unë nuk jam as organizator e as nuk jam folës i protestës gjithkombëtare drejtësi për çlirimtarët, të cilën e mbështes me gjithë zemër e do t'i bashkohesha si pjesëmarrës i thjesht, nëse nuk do të isha i vetëdijshëm se çdo politizim me dashje ose joja sajnisme do të dëmtonte qëllimin dhe popularitetin e saj. Kryeministri Rama mund të përpiqet të nxirret me eskivazhe të padenja e për shtypje personale, ose mundet edhe të adresojë dhe përgjigjet shkurtë e saktë në pikat kryesore që përmban deklarata e lëvizjes vetvendosje. Më konkretisht, ai mund të tregojë: 1. Ka ardhur apo jo me helikopter në Kosovë për të bindur deputetët e Kuvendit të Kosovës që ta votojnë themelimin e gjykatës speciale? Pra, a e ka mbështetur dhe shtyr ai themelimin e gjykatës speciale? 2. Cili ka qenë dhe vazhdon të jetë qëndrimi i lëvizjes vetvendosje rreth gjykatës speciale? E ka votuar dhe mbështetur apo e ka refuzuar dhe është përndjekur duke protestuar kundër themelimit të saj? 3. Në cilat raste dhe në cilat data, në cilat organizata ndërkombëtare ku Shqipëria është anëtare me të drejta të plota apo pjesëmarrëse në takime zyrtare, Rama ka ngritur shqetësimet e tij rreth padrejtësisë që po i bëhet Kosovës në Hag? Kur i ka ngrit këto shqetësime në OKB? Kur në Këshillin e Evropës? Kur në OSBE dhe kur në NATO? Të tjerat janë vetëm për konsum personal e madje as për konsum të brendshëm politik. Pra është një përplasje, grushtim midis vetvendosjes dhe kryeministit ton Edi Rama. A mund të marrim si fillim një koment para se të kalojmë në hollësisht se te ky problem që është shumë i madh dhe që është në një zhvillim shumë të madh ku krerët njerëz të rëndësishëm që kanë drejtuar UÇK-n janë përpara, si thua, një absurdi shumë të madh. Domethënë një 5 vjetë që mbahen të burgosur dhe që mund të marrin dënime më të çuditshme duke qenë vendi Kosova viktima e serbëve. Tani, si e bushat me shkurt, si e komentoni këtë përplasje? A është e nevojshme tani? Do me thëmë përplasjen apo mbajtjen e atyre në Hag? Jo, do dalim pak më vonë të dalja në Hag, po kjo përplasje, duhet tani ajo? Për imagjinatën time, përplasja nuk mund shikohet jashtë kontekstit elektoral në Kosovë dhe në Shqipëri. Kosova është në zgjedhje lokale në balotazh. Maqedonia gjithashtu, ku Ali Ahmeti është shumë aktiv në këtë protest, është gjithashtu në zgjedhje lokale. Dihet se këmbron Tirana zyrtare edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni. Në këtë kuptim dhe tensioni edhe i tejkaluar i vendosjes, aq më tepër edhe përgjigja e Ramës, po ta shikosh me kujdes përgjigjen e Ramës, e përmend balotazhin lokal. Pra nuk e shmang si element që kjo çështje mund të bëhet edhe për zgjedhje. Tani, si kudo ku ka zgjedhje, palët kanë interesat kundërta. Problemi është si janë pozicionuar palët ndaj gjykatës speciale. Ajo që thot vetvendosja është e vërtet. Rama ka qenë ndër lobusit e gjykatës speciale. Kosova, Parlamenti i Kosovës votonte gjykatën speciale. Madje, po të gërmosh pak më tepër, thonë që Rama Veselit e Thaçit i ka dhënë garanci dhe në emër të Amerikanëve të vetë që ju ngriheni se ju nuk do jeni viktima. Dhe në këtë kuptim, kjo shpegon atë që palët sillen sot. Dhe me një fjali për mos krijuar keq kuptime, çfarë është kjo gjykatë? Për mua është një turp,
është një gjykat politike, është një gjykat që tregoi që arrestoi presidentin e Kosovës, pikrisht në ditën kur ai do shkonte të shkruante në marrëveshje ke Donald Trumpi, pra ka një sfond dhe kjo drejtësia e kulluar e ndërkombëtarëve ka një sfond shumë të politizuar. Dhe fakti, pastaj po të hysh e të gërmosh pak në procesin që po zhvillohet atje, me dëshmitar sekret, me zgjatje tërku Jo, po do hymë. Do hymë. e gjitha e bën. Kemi vetëm këtë momentin e përplasjes. Nazarko, sa më të koncentruar që të hymë pas te procesi. Koncentruar, më shkurt se Bushati. Të do të thuash apo varet? Po me që do të bëjt barabar me e kam Bushatin fjalën Beo, që- zotrio, jo, e se kam fjalën që- zgjatë edhe pak më shumë po deshe. Po qatë të Jo, e kam fjalën si e ke atë... Se mua tani, Dëgjoj, unë me preqin hym me një... ore varet që thot njeriu, se Qartë, kur të gjatë. E qartë, dakor. Unë me preqin kemi një eksperiencë modeste nga një president, Recep Mejdani, i cili ka arritur të bëjë një protestë. Po të regove këteti tani i vetet e Recep Mejdani, futja dhe Mojsiut një prallë me mbret edhe... Një sekund. Po them, Që dalë dhe zoti më 1998 është bërë një protestë, ku edhe Berisha, dhe Mejdani, dhe të majtë të tjerë, dolën me një kom një qëndrim, apo e kështu ishë. Dhe është e çuditshme se si sot... Para dhe fundin. Po, 2 Ore, dola dhe njerë unë me Nikol Lesin drejtonë një miting organizojnë të matë në pazar. Atë kujtojtë që ndikojnë unë me Nikolën Keni një lloj. na vunë ne për para dhe drejtonim ne gjithë Shqiprinë aty në E di kur e krijuat atë parti. Jo parti o zotri. Tani, së dyti. Unë s'kam kriju në parti. Së dyti. Unë më thirën mua dhe Nikolën median që të mos dilin këta, se do ishte... Po nuk është e njëjta gjë. Po mirë më po të them, po të regove dhe këto tani. Jo, vetëm një fjali thash. Po të them këtë gjë, AEP sinkronin, mentor të lutem, të ta bëj programin, AEP programin EP sinkronin, të lutem, më thuaj qëfar me ndonë për përplasjen mes Edi Ramës dhe vendosin. Falë, të dy palët kanë të drejt nga perspektive tyre, por kush e nisi këtë sherr? E nisi vetëvendosja. Kështu që ne duhet fillojmë dyshojmë për qëllimet e vetëvendosjes. Dhe unë mendoj që konteksti lokal, i zgjedhje lokale, është ai që ka përcaktuar. Domethënë rezultati jo i mirë i vetëvendosjes në zgjedhjet lokale, zhvillimi balotazhe pas një jave ka nxitur që tentoj ta kapitalizoj apo të shfryj mbështetjen elektorale të PDK-s, që është partia numër 1 nëpërmjet një veprimi të tillë. Po pse? Sepse vetëvendosja ka reaguar e para. Është përgjigjur Rama, pastaj vetëvendosja prap ka reaguar. Pra këtë kuptim vetëvendosja duhet me... Jo, nuk është e mirë, por ajo që dohet thoja këtu, pse vetëvendosja ka të drejtë deri diku. Sepse po, vetëvendosja është koherente në lidhje me qëndrimin e vet. Kështu që në këtë kuptim duhet që t'i japim të drejtë asaj, thotë, unë s'kam qenë as atëherë as sot dakord për ekzistencën e kësaj gjykate. Ndërkohë që ajo çfarë do të nënvizojë Rama është fakti që ne kemi kërkuar themelimin e asaj gjykate sepse na është vendosur një dëm siç është trafiku i organeve. Pra kjo është arsyeja pse Shqipëria ka pranuar një gjykate. Madje dhe Berisha. Po, madje dhe Berisha, sepse nëse do të hyjmë, shikojmë historikun e krimit të kësaj gjykate, është një rezolutë e krijuar, e sponsorizuar nga Dick Marty, i cili bëri një mision hetimor në Kosovë, e krijoi këtë rezolutë, e mbështetën deputetët rusë, pro-rus ishin Këshillit të Evropës, dhe në këtë kuptim mbi kombin shqiptar, mbi perëndimin përgjithësi, u vendos një njollë që ishte, ju keni bërë luftë në 99-ën, keni mbështetur një organizatë kriminale, ajo ka bërë trafik organesh, ka bërë trafik drogen përpara, dhe ju, dhe këta duhen dënuar dikur. Ky është thelbi i konfliktit. Dhe Rama, Berisha, kanë gjykuar atëherë, në gjykimin tim kanë gjykuar gabim, ka patur një zgjidhje atëherë që në 2011 që mund ndalojë themelimi i gjykatës. Do zbresim te Rama. Që s'është as vetëvendosja, s'është as e Ramës qartë. Në gjykimin tim vetëvendosja është Rama Berisha. Po, në gjykimin tim vetëvendosja është shqetësuar për zgjedhjen. Pret, nga pak fjalë, domethënë ç'është kjo grushtim, kjo përplasje mes dy. Kjo është në vazhdën e shumë përplasjeve që kanë konsumuar këta dy kryeministë. Nuk është një rrëfel qiell të thjellë, por ne diskutojmë vetëm që ka kohë. Konteksti është manifestimi që do zhvillohet në Tiranë. Tjerët pastaj mund të shkojnë. Manifestimi do zhvillohet nesër thonë ju. Po, ky është konteksti dhe
unë të më drejtë nuk e kuptoj se pse vetë vendosë do shprehi për këtë. Kjo është një gjë që e bëjnë ata që duan të bëjnë, kush dëshiron të marrë pjesë, mund të marrë pjesë, qoftë nga Kosova, pra sepse ka reaguar për këtë. E bën Edi Rama. Edi Rama e bën këtë. O qit taksën e rrugës Kombi dhe vlla, mund të heqë njeriu taksën. Ka vënë qitë qeverinë e mbështet. Qartë. Po, më fal, po. Se kush e bën? Jo, dakor. Tash ky Andi ka gjë që vajë po them, Edhe unë Ka problem. ju po ti e di që Nëse po ka mendoj ashtu dhe u fut një moment, edhe unë mund ta kisha bërë këtë gabim. cilin. Që të thosha që unë mendoj që e bëri Rama, po të kujtoj. E mendon ti. Nuk të tha gjë, vazhdon ti në rregull. Drejt është e Rama e bëri. Vazhdoj në rregull. Në rregull pret. Se kam, jena të pa barabartë në është Të themi pak fjalë për këtë dhe të fillojmë pastaj komplet. Unë duke thënë një gjë që më duke se shumë racionale. Shumë mirë edhe këtë. Që konteksti është protesta. Në protestën, formalisht, e kanë organizuar këta veteranët e UÇK-s, i mbështet Rama, është Rama në prapasken, i sponsorizon, është tjetër gjë. Po them kush e ka nisë këtë gjë. E ka nisë dhe ne po bëjmë përshkrimin. Ndërhyrja e vetëvendosjes është korrekte si tekst. Por në vetvete si akt, s'kishte pse ti bëj, sepse ti do me marrë pjesë, kush do me marrë pjesë është një gjë që e vendosë së kush. Kurse gjëra që thot aty, një luftë aty me gjëra që vjetër thot se aty, kaq. pastaj janë Kjo do pak. janë vërteta. Mua filloi të më prishet biseda Ky për gjëra janë se vërteta. ka ardhur dhe faktori tjetër dhe e nisja diku gjetë. Por para- tani jam u detyrova të futesha këtu. Pra, ai thot gjërat siç ashtu janë, ai ka pas Po nuk të lë pa futur më burr se po më thua gjëra çuditshme. Po s'ka dyshim më burr. Zoti Ylli, pra, deklarata e parë e DDK-s është korrekte, s'kishte nevojë për polemikë, për të hap polemikë, bante qëndrim, pastaj polemika pjell polemikën. E dyta, duhet të themi këtë që Albin Kurti ka pas luksin të kundërshtojë gjykatën, sepse kur ka është ngritë gjykata, përgjësia ka ranë mbi ata që ishin në pushtet. Opozita e ka këtë, jo, bile përputhet edhe me doktrinën e filozofinë e vetë lëvizjes vetëvendosje, dhe kjo i ka dalë mirë tani në dritën e shpërdorimit apo kompromentimit sa gjykate, po nuk ka pse mburret kush, që pse unë kam qenë kundër dhe tjetri ka qenë këto, se pro kanë qenë, sepse të kjo futim gjykatë edhe panon, është edhe ngritur- zotin Klosi, ta futim bisedë dhe vijojmë. Kjo gjykatë është ngritur në presion të madh ndërkombëtar dhe Kosova ka qenë si thuaç në këtë marrëdhënie që i Tani- dëgjonte ndërkombëtar. Preç, nëse ne do të përpiqemi të koncentrohemi, unë futa një pasazh Shumë i koncentruar të ishëm. përplasje, po shumë mirë më i the gjërat. Po pastaj po je edhe i zoti të hapesh. Po duhesh ti, po më dhe kohë hape mund. Jo, unë do ta shohë që Po s'kemi shumë. do ta Do shoh të natën. do ta shoh pak më kështu, më substancialisht. Dhe aty kemi dy palë në këtë përballje. Kemi një palë që është koherente me qëndrimin e saj, që ka mbajtur tash 10 vjet. Nuk e di se kush kanë qenë konjunkturat. Cila është lëvizja vetëvendosje? Nuk e di se pse kanë qenë konjunkturat, kush kanë qenë konjunkturat që kanë pozicionuar vetëvendosje në këtë pozicion, por di që ajo ka qenë koherente që nga momenti i parë i diskutimit të Dhe deri saj, sot. e deri më sot. Po qartë. Nga krau tjetër kemi Edi Ramën, i cili kërkon që edhe kumbullat t'i haj, po edhe dhëmët mos t'i mpijen. Pra edhe këto kumbullat e të qenurit djali mirë properndimor për të marrë mbështetjen e vetë në lidhje me pushtetin që ka këtu, për të qenë ai djali i mirë pritur në për sallonet e Europës t'i haj, por kur vjen puna për të përballur me realitetin e asaj që ka prodhuar aktet që ka bërë Edi Rama, që janë këto mpirja e dhëmbëve, siç kanë shkuar sot luftëtarët e UÇK-s janë në gjyq, e që po gjykohen pa të drejtë, po mbahen pa drejtë, këtu kërkojnë që mos t'i mpihen dhëmbët. Dhe ky është thelbi i të gjithë kësaj përplasje. Pra, koherenca me mos koherencën. Pelivan Lloku me qëndrimin. Dhe në thelbun e shoh në këtë prizëm. Kemi një Pelivan nga një krah, që një herë është pro, pastaj sepse i duhet për interesin e vet, pastaj është kundër, po sepse i duhet për interesin e vet. Dhe nga krau tjetër kemi një palë që qëndron. Pastaj konteksti sepse ka lindur kjo, ne e kuptojmë shumë mirë. Se kjo, le themi, ky demonstrim që do të bëhet nesër në Tiranë, apo ky marshim që nuk kjo aktivitet që do të bëhet nesër në Tiranë, në thelb vjen jo më kot në një periudhë të ndezur elektorale,
por edhe në kulmin e gjykimit të... Në kulmin e gjykimit të tyre, por edhe ka një vit e gjysmë. vjen sepse duket që opozita kosovare ka ngritur bazën në Tiranë. Domethënë dhe unë e shoh Ramën shumë të investuar për të qenë, le të themi, ai mbështetësi kryesor, promotori kryesor i opozitës kosovare sot kundër Albin Kurtit. Edhe maqedonës, edhe të shqiptarët. Edhe të Ali Ahmetit. Pra, po themi që nuk po themi, po e analizojmë. Këtë po bën ai. Pra, kjo e gjitha nuk është se u kujtua sot apo sot ka një ngjarje të jashtëzakonshme dhe po bëjmë një protestë për të mbështetur ata sepse nesër do ndodhi diçka. Jo. Po e bëjmë sepse ka zgjedhje në Kosovë. Okej, shumë. Të futim zotin Klosi. Po përdoren prangat e Hashim Thachit për të nxjerrë balotazhin elektoral. Jem ndihmon në Prishtinë dhe në Shkup. me Fatos Klosi. Hashim Thaqin. Mirëmbrëma, profesor. Mirëmbrëma. Je mirë. Ka kohë që jemi parë. Nuk të kam parë. Më mirë vonë se kur, thonë njerëzit. Më mirë vonë se kur, ke drejt shumë. Tani ti dëgjove pak të debatin që po bëjmë ne këtu. E dëgjova, po. Ke ndonjë mendim ose jo? Po ke. Jo, këtë mendim të thjesht. Aty po debatohet sikur kur u krijua gjykata speciale, e dinin të tërë që do vazhdon të kështu si ndodhi, këto 5 vjetë. Do bënte këtë gjë që beri? Po pra, do bënte këtë gjë që po bënë. Ndërkohë që s'është e vërtet. Atëre pati dhe nga ndërkombëtarët një mbështetje dhe presion për ta aprovuar, me idenë që kjo gjykat do jetë e ndershme, do jetë e kujdesme, do jetë si çdo gjykat serioze ndërkohë që ndodhi e kundërta. Ajo, profesor, doli si gjykata tona. Dhe tani themi që ata që aprovuan e kishin gabim. Rezultoi që ishte gabim, për në atë kohë ishin iderat të tjera fare. Kështu që nuk kemi si ata që kanë, ai që se kanë mbështetur Kurti, për shembull, pas ka të drejtë dhe ai që nga konsekuent. Pra dinamika, koha ka bërë të vetën, thua ti. Koha ka bërë të vetën dhe tani jemi këtu ku jemi. Hajtë të vendosim qa mund të bëjmë neve për ta, qa mund të bëjë Rama se detyrojmë do të Ramën. Është dhe kjo diskutim, thotë zoti Klosi. Kaq s'kam të them më shumë. Sekond, si do të bëjmë, unë them kështu tani, mos ma largoni zotin Klosi, një minutë. Nuk mund të dali zoti Rama kundër asaj ati petku të Pelivane që do t'i ri mirë për... I shkëmben me radhë Klosin dhe... Sepse, çfarë ka ndodhur është që Rama është mbajtur gjithkohon si njeriu që s'ta hap probleme, edhe në një shkrim që u bë së fundmi. Rama shikoi në perëndim si njeriu që s'ha probleme, që i zgjidh probleme, që është gjithmonë po. Thot gjithmonë po, nuk e thot sepse beson, e thot sepse ashtu ja do interesi vet politik. Dhe ne kemi vetur peng të interesit politik të Ramës. Kjo është e gjitha. Pra, edhe gjykata speciale dhe të gjitha ato marrëveshje që janë firmosur në dëm, por për interesin politik të zotit Rama, janë konsekuencë, janë pasojë asaj që ka ndodhur. Tani unë them që ta lëm njëri tjetrin të mendoj kështu siç. Unë mendoj për shembull në rastin konkret. Dojmë secili si po të shkëmbejmë mendimet. Shkëmbejni mendimet sigurisht. I dëgjoj të gjitha. Unë për shembull po të më pyesni ju, po ti ç'mendon, unë do të them që ka bërë shumë gabim që është krijuar kjo gjykatë. A mund të themi një... Që Kosova ka ngritur vot dorën, që të krijoj këtë gjykatë ka bërë shumë për mua. Ka bërë shumë për mua, A mund të themi një rrugë... Ne do ta respektojmë njëri tjetrin. Mund të themi një rrugë të mesme e cila duhet aprovuar atëherë, duhet zgjedhur atëherë që të shmangë krimi kësaj gjykate. Se çfarë synojnë këto protestat? Përveç si dimensionit elektoral që me ndiku zgjedhjet, balotazhet në Kosovë. Këto duan, pretendojnë që mund ndikojnë gjykatën, se ndikojnë zero. Kështu që në këtë kuptim është e panevojshme krimi kësaj gjykate. Duan t'i tregojnë një pamje të shqiptarëve si një kom që reagon ndaj kësaj, këtë pamje duhet ta kishin shfaqur që në 2011 apo që në 2012. Kur ka ekzistuar një propozim i cili çfarë i thoshte Berishës atëherë, i thoshte bëj ti një tryezë të përbashkët të faktorit shqiptar, ti je kryeministri, ti ke autoritet, dhe i thuaj botës, ne nuk e pranojmë të gjykatë. I thua perëndimit, ne edhe ju nuk duhet ta pranoni këtë gjykatë, sepse akuzohet UÇK-ja, akuzohet NATO që mbështeti UÇK-n, që ka bërë trafik të neveritshëm organesh nga aeroporti i Rinasit, nga Shtëpia e Verdhë. Pra jeni përzierë dhe ju dhe nuk duhet ta pranoni, por duhet drejtësi, kërkonte para ruse. Drejtësia bëhet nëpërmjet fuqizimit e Uleksit. Atëherë në Kosovë kishte Uleks. Nëpërmjet një ekipi hetuesish ndërkombëtar. Një ndryrje dhe jo me rezolut të Këshillit të Evropës. Kaq. Unë kam thirrur zotin Klosi, e filluam pak me
për shkak të Vonesës. e filluam pak ndryshe, pak, si thua, jo për së prapi, diçka, por për së prapi në kuptimin figurativ, ta themi. Pra, e spostuam bisedën në një pikë tjetër. Tani unë them, ti ngjitemi kësaj pike, unë ta pyes profesor Klosin. Unë nuk dëgjoj. Nuk dëgjon? Ju lutem ndihmoni të dëgjoj profesori, se kjo nëse ka bërë këtë, si quhet ajo që... Jo, ti dëgjohesh. Unë dëgjohem. Rregullojeni me një linjën, ju lutem. Jo linjën se ai është brenda, është në studio. Në televizion. Është në televizion. Apo më ndihmoni, ju lutem. Pra, ideja ime është tani që ne ta pyesim profesor Klosin, ai ka qenë një detyrë shumë të rëndësishme në kohën që është shkruar, jo vetëm në kohën që është, jo në kohën që është shkruar gjykata, por në kohën kur ka operuar. Tani dëgjon profesor? Shumë dobët. Po ndihmoni pra të dëgjoj jo dobët. Regjet, lutem më ndihmoni. Vazhdoni dhe mbas e rregullojnë. Më ndihmoni, lutem të Por me këtë. dëgjoj se s'ka kuptim kjo punë. Ju lutem. Tani, unë do të pyes... Tani? Jo. Atëre, kalojnë dhe njërë... Të kaloj njërë teknikat të kaloj. Themi një mendim atë që më thoshte. Shikoj, se ne po bëjmë gjykim. Dhe jo ti the mendimin të. Më lejo të citoj një se jemi një emision. Raymond Aron thosë se gjykimi i gjërave që janë vendosur dikur. Pra, si sot për atë herë të qonë gabimet të tmerrshme. Ta gjykojmë ne, si sot për atë herë, dhe më thënë, është të pozicionohemi gabim. Duhet kthehemi në kontekstin kur është ngritë kjo gjykat. Nuk është bërë diskutimi i madh kudo, ka pas, jo vetëm presione, ka pas argumentime, ka pas zëra dhe brenda Kosovës, që atje ka ndodhë krime, në të cilat gjykatat dhe drejtësia brenda Kosovës nuk ka guximin të i trajtoj. Pra, ashtu, pra ka një mori faktorësh që kanë formuar. Jo vetëm këto të Dick Martin e këto të Shtëpisë Verdhë, ka dhe sidomos problematika e brendshme e krimeve që kanë ndodhur në Kosovë pas vendosjes së shtetit Kosovës, pas vendosjes së pavarësisë që kanë shpallë ato, pa autor, krime dhe politike. Dhe ideja është kjo që njerëzit drejtësia në Kosovë nuk ka kurajon të hetoj këto sepse ato forcat e ishtu që kësë janë pushtet. Do të themi këtë apo jo. Tani pra konteksti ka qenë i tillë që ka qenë shumë sidomos për partitë në pushtet aty, ka qenë shumë i vështirë, mos i pa mundur për ta refuzuar. Kurse ky e ka pas luksin, ky ka qenë jashtë, që të nuk thot në gjë, tani nuk ka sens ta diskutojmë këtë. Ne diskutojmë që kjo gjykat, e ka kompromentuar. Atëre, kalojmë edhe një herë të zoti Klosi më thonë që jemi në rregull. Zoti Klosi, jemi okej? Okej. Atëre, tani ju keni qenë në kohën e luftën që bën amerikanët, se pastaj UÇK-ja krijua si rezistencë, gjitha që gjithë e njohim. Mua më ndodh të rëndom të takoja këtu përgjithsisht rinte zoti Thaçi, rinte në Tiranë shpesh. Dhe për shembull, po të më pyes mua tani pas kaq kohë është, ç'luftë drejtonte zoti Thaçi se ai këtu rinte përgjithsisht edhe të tjerë, po zotin Thaçi unë e shikoj një gati për ditë këtu. Ju ishit në një detyrë shumë të rëndësishme. Dhe shefi i shërbimit të sekret shqiptar. Ju e keni parë procesin që po zhvillohet tani në gjykatën speciale. Mund ma thoni shkurt këtë e thatë në një farë mënyrë, po a jemi përballë një padrejtësie? Dhe pastaj unë të ju një gjërat konkrete, pyetje do bëj ju. Ju jeni thirrur edhe për të dëshmuar në Hag. Do të pyetjen e dytë. Të parën kam këtë. Që a jemi përballë një padrejtësie kapitale? Sigurisht jemi përballë një padrejtësie. Procesi në Hagu nisi me akuza shumë të rënda, që të gjithë të dimë dhe që ranë rrugës. Do të thënë ishte një proces që u nis për hatër të një vendimi që u morë në Asamblenë Europiane nga Dick Martini që e propozoi këtë vendim. Dhe Shtëpia e Verdhë që në qendrën e akuzave. Ndërkohë që pastaj rrugës
Kjo akuzat e mëdha ranë, dhe sot ka mbetur kjo, gati sigur po justifikohen, që bën gjithë të zhurmë 5 vjetë me radhë dhe tani kanë ngelur keq. Kanë ngelur keq. Erdhen si dëshmimtarët e mbrojtjes. Ju e dëgjuat, erdhen 2 zyrtarë amerikanë, një anglez, dhe ata thanë, kur nuk i kemi konsideruar, nuk është se njifshin ata situatën. Nuk i kemi konsideruar terrorist, nuk i kemi konsideruar njerëz që po bënin krime. Që ka ndodhur krime në Kosovë sigurisht, edhe ka ndodhur në një vend që ishte kaloi nga një sistem në një sistem tjetër, detyrën e sigurisë në atë periudhë për cilët akuzohen ata, një pjesë e madhe është kur ishte KFOR-i që vendoste, ata s'ishin në pushtet. Se dëgjova që dikush tha ishin në pushtet. Nuk ishin në pushtet ato muaj. Pse akuzat shkojnë deri në fund të 99-ës. Në qeshor hynë trupat e KFOR-it e NATO-s në Kosovë, pra janë 6 muajt e parë kur ata nuk... Kur u ngrit gjykata me fatostë. Ishin në pushtet kur u ngrit gjykata, jo kur ka ndodhur krimi. Kur u ngrit qytet, po mërë ata, shiko, patën një presion goxha të madh. Nuk është se e pranuan ata vetë, por besoj me shpresën që ata dinin më mirë nga gjithë se çka kishin bërë. As Dick Martini, as të tjerë që kanë akuzuar, ata e dinin më mirë dhe gjersa e aprovuan këtë gjykat, do të thënë besonin që ata nuk do ishin objekti kësaj kësaj gjykate. Dhe nuk do vinte gjithë këtu puna sa të qëndronin 5 vjetë brenda. Ja do të shohim se kanë premtuar që në dhjetor procesi do mbyllet. Dhe do jepet edhe pretenca e prokurorisë dhe vendimi gjykatëse. Gjithë tani janë prokurorët që kanë vendosur. Gjykatësit vetëm i kanë mbajtur brenda ata. Nuk janë prononcuar dhe s'mund prononcohen. Por, unë kam besim që gjykata do përfundojnë në një hiç. Pse? Se vërtet po akuzohen, pse s'qenë në gjendje të kontrollonin ushtrin që unë do t'a quaja partizane, se shqiptarët më kollaj e kanë të besojnë të termi partizan, pse s'qenë në gjendje që të kontrollojnë, të disiplinonin ushtarët e tyre që të mos ndodhin gjërat në Kosovë. E para duhet vërtetuar që janë ata autorët. Dhe e dyta, dhe sigur të ketë ushtarë që me armën që kishin në dorë, kanë shfrytzuar rastin për të marrë në haker në një gjë e tillë, nuk është fenomen ky, që të trajtohet në një gjykat, sidomos me 4 njerëz që sigurisht vetë nuk kanë tërhequr këmbën. Ata më mirë nga neve dhe nga të gjithë ata e dinin që Kosova kishte hyrë në rrugën e pavarësisë. Kur hyn trupat e NATO-s, kjo bë fakt pastaj. Dhe është pa kuptim që të mendosh që ata e dinin që do ishin të rëndësishëm. Dhe është pa kuptim të mendosh që ata kanë dhënë urdhra ose s'kanë marrë masa që të mos ndodhin krime në Kosovë. Prandaj kanë miratuar këtë gjë. Unë e di se kam biseduar me shumë prej tyre dhe gjatë asaj periudhe. Tani nuk besoj se sot u diskutua edhe ideja që pas ka vajtur Rama me helikopterën të tashore. Edhe Rama mund të ketë thënë, ore, votojeni. Po nuk është se ata votuan se i tha Rama. Se parlamenti i Kosovës kishte 100 deputet. 100 deputet. 100 deputet. Rama mund të influenconte ke 2-3 kryesorët. Në qoftë se të thaqi më shumë, se ata tjerët nuk është se e kishin në merat. Zoti Klosi, juve ju kanë thirrur për dëshmuar në Hagë. Jo, nuk më kanë thirrur. Nuk kanë thirrur? Unë kanë ardhur këtu kur filloi procesi 2 ekipe të mbrojtjes. Njëri Hashim Thaçit dhe njëri se unë i threm Luli gjithmonë i Kadris. Kadri Veseli. Po. Kadri Veselit. I Kadri Veselit, pra. Dhe unë bisedova me ta. Se ishit homologe. Ishit njëtin punë. Pra, unë bisedova gjëre gjatë me ta. Dhe ju thash gjithë shka dhja unë, ju përgjigja pyetjeve të tyre, nuk po them që e mora fjallën unë. Dhe në fund më thanë,
në qoftë se do të shohim nevojshme që të vish dhe ti, për ne e quajmë që tani, po të shikojmë si do rrjedh procesi. A do vije? Po, do vije, thash, po ju them, këto që ju thash juve, do them dhe atje. Në qoftë se ju mendoni që këto ndihmojnë në mbrojtje, unë vi me gjithë qef. Edhe kështu e lam. Tani më thonë, jo, nuk kam biseduar me ta, po njerëz që janë më afër tyre, që në qoftë se s'të kanë thirrur gjërë tani, me shumë probabilitet e kam quajtur pa nevojshme që të shkoje. Që të shkoj unë. Kaq. Kuptoj. Po tani ti më shumë që e ke parë Thaçin këtu edhe këta tjerë, se këtu rinin këta. Jo, nuk rinin këtu. Shiko, Thaçi vinte shpesh, po jo se rinin këtu. Unë gjithmonë. Para Rambujes asnjëherë. Në kohën e luftës më burr. Para Rambujes asnjëherë. Por e jene vetë ti se tani e kam parë unë. Shiko, Rambujeja shkurti. Po pra. Shkurti 99-ës. Është vonë. Është vonë Rambujeja më. Është, po, Po them para Rambujes. Se ke para. kanë ardhur dhe para Rambujes, po nuk kanë takuar as gazetar. Ore se ke takuar ti, po jo më unë nuk shkruajnë gjë dhe kështu. Shiko, Më kanë të me që më pyetet të përgjigjem unë. përgjigju. Pra, Përgjigju. ata kanë ardhur. Para Rambujes, Thaçi nuk ishte një personazh që Gjeti foto për e në farë mënyre e mori Po pozicionin pres, po ta dëgjojmë pra tani dhe pastaj ndryni. Ndryni dhe thuajni ati. Hajde. Jo, më jo e pranoj unë, nuk... Ore ti Thaçi ka ardhur dhe për që para. ka ardhur, po se i them, po ta thoti zoti i punës, që ka Por- ardhur, dhe e di dhe unë që ka ardhur, te po bisedonim ishte bëm gabim, fakt se vazhdo. Mbas Rambujes, a i ka ardhur zyrtarisht pastaj. Ka takuar, vinte takonte dhe Fatosnanon, mbas Fatosnanon shkonte te Berisha. Pra, a i mori atë pozit që pastaj e vazhdoj dhe përfundoj në kryeministër dhe president, mbas Rambujes. Ndoshta. Vizitat para Rambujes Vazhdimisht e videsh. nuk ishin vizita zyrtare. Qartë. Tani kjo protesta, profesor, ç'mendon ti do mbahet nesër në Tiranë? Unë Ndihmon thua jo. nuk besoj se ndihmon në procesin gjyqësor, do ishte... Por ajo tregon që opinioni publik shqiptar, i gjithë kombit shqiptar, është kundra qëndrimit që po mbahet ndaj tyre. Sigurisht. Dhe kaq, do në thënë, në qoftë se një popull i tërë, varet sa shumë do vinë, po një pjesë e mire popull, se dëshirë që të vinin kanë shumë, me siguri, po as nga Shqipëria, as nga Kosova, nuk do vinë gjithë ata që mendojnë se duhet të ardhur. Pra, në qoftë se është ky opinion, ky popull i njeh ato njerëz, natyrisht ka dëgjuar edhe për të vërteta dhe për të pavërteta, më the tash, dhënia e opinionit të kombit shqiptar është e rëndësishme në parim. Për të treguar se ç'mendojnë njerëzit, jo për të influencuar mbi gjykatën. Tani ti je njeri shumë i rëndësishëm, sidomos për situatën që kalonim atë kohë. E ndihmonit a e ndihmuat ju? Si e ndihmuat? Si? Ndihmuat Kosovën, çfarë ndihmë dhatë? Shqipëria... Që dhe tregojnë tani orë, tani hapen arkivat, edhe arkivat gojore dhe të shkruara tani. Thuhet ato, nuk ka ndonjë gjë të madhe për të treguar. Dhe mirë bet. Dëgjoj mua. Nuk ka ndonjë gjë të madhe për të treguar ose për të fshehur. Po. Pra, natyrisht ne patëm kontakte para se të kishim perëndimorët me UÇK-n. Ju e dini që Departamenti i Shtetit me ata emisarët e vet në fillim i konsideronin që ishin terroristë. Ndërkohë që kishte një opinion të dytë që ishte... Edhe këtu në Shqipëri një pjesë e mire politikës se zoti Klosi mendonin që ishin terroristë ata. Pra, e di dhe atë gjë, po... Një pjesë më thoshin dhe mua mos i ndihmon në... E di pse i quanin terrorist. Amerika organizat terrorist. Shiko, e di pse i quanin politika shqiptare, një pjesë e politikës terrorist. Se s'ishin të llojit të tyre. Dihesh që ata vinin nga LPK-ja. Dihesh që LPK-ja ishte një lëvizje e majt, edhe enveriste mund ta quash. Pjesë e doktorit thua ti nuk e donin. Doktori nuk i quan të vetët. Megjithatë një episod se zoti Klosi e di mirë, kur është takuar Thaçi me Berishën ndetën gjatë, sikur ran dashuri me njëri. Po se ran dashuri me njëri tjetrin, apo jo? Se atë ideologji kanë patur. E di këtë histori, ju e quat aty. Zoti Presh. Të them një fakt. Është e vërtetë që ndetën 2 orë, shkelën gjithë. Kur u takuan se në fillim kishte armiqësi kështu, të madhe.
Një ditë shtune. Shiko, kishte vizita të Thachit në Tiranë që nuk kishte programuar asnjë takim, as me Fatos Nanon, as me Berishën. Ndërkohë që Fatosi e kishte merak që ti takonte. Dhe nuk ja kthenin dot fjalën. Atëherë detyrohej shkonte takonte edhe Berishën. Për të treguar që kishte një ekuidistancë nga të dy, dohën, nuk ishte një parti politike e UÇK-ja që mund të konsiderohesh e majta ose e djathtë. Ishte një ushtri e cila kërkonte ndihmën e të tërëve dhe mbante ekuidistancë nga të tërë. Çfarë ndihmuam neve? Ne kontributi kryesor ka qenë që dham në shërbimet partner informacionet më të rëndësishme që ata kërkuan lidhur me UÇK-n. Vetëm informacione, se dhe informatat më dhanë, nuk është se besoj kishit ju apo ja? Do një ndihmë kështu materiale... Ndihmë materiale, t'ja u them unë, Shqipëria nuk ka dhënë asnjë fishek. Po pse, apo i zbraste për vete? Një minut. Tani, pse? Jo, në rregull. Në pjesën e parë, bile në gjithë kohën që kryeministër ishte Fatosi, edhe një pjesë të kohës që ishte kryeministër Pandi, kishte një embargo formale. Ndërkohë që të gjithë... Pandi e do shumë Kosovën, si ka mundsi? Se ke vënë reti tani? Pandi ati vete flenë në Kosovë. Qiko, tani po jemi mbledhur për tjetë gjë këtu, jo për lavdëruar apo kritikuar njerëzit. Jemi mbledhur se nesër bëhet një takim i madh. Po pra, po nesër, ore kështu festat i bëjmë në të gjitha, do mblidhen nesër aty, do bëhet qeni Kalanxhiut. Unë them që kontributi kryesor i Shqipërisë ka qenë që nuk i pengoj. Do thënë, megjithëse ishte embargoja, megjithëse natyrisht ishte vështirë dhe nuk ishte kollaj për ta fshehur transportin drejt Kosovës të armëve, por e them me përgjegjësi të plotë që të gjitha armët ata i blenë. Jo vetëm në Shqipëri. Shqipëri ishte pjesë e vogël. Domethënë përfundimisht ju s'u keni dhënë asgjë atyre, se dhe informata... Jo, ne i kemi dhënë. Do thotë, i kemi dhënë. Ndihmën tonë morale, ne nuk i kemi penguar. I kemi njohur, ata do njiheshin vetë, po ne ndihmuam në njohjen e tyre me shërbimet partner dhe ata që në aleatët e parë të UÇK-s. Zyrtar. Jo, s'është punë kujdes. Nuk e ka të kujdes, se thot ai tani se digjen dokumentat, ato pano. Jo, mos zotri, se s'mund ta thotë. Edhe Amerika ja pas kaq kohë hapet dokumenti. Ti që s'maj përgjegjësi fare, zotria është ish zyrtar i lartë dhe çdo gjë merret dhe interpretohet. Tani po jam mbyll ti që të thot në një gjetë, ti kapim në një gjetë, ti po i thua. Jo, po thua. Jo, po nuk i mbyll duajën në mos zotri. Zoti Klosi, është vërtetë më. Kështu është vërtetë ato. Urdhëro. I kanë lejuar shkojnë. Po pra. Bile ka pas që s'kan dash t'i lejojnë, por shumica e vendimarsve të asaj kohë që u hiqnin shtetin. I lejuan që të shkojnë. Kaq. Ka pas sa që s'kan dash as t'i lejojnë. Por kanë qenë pakicë. Ta dhe ti? Por, ka pas. Po, është temp tjetër për profesorin në. Si do kalon në tem tjetër në vësë. Ajo qëndrimi që thot zoti Klosi lidhet edhe me atë se NATO-ja perëndimi nuk donte që Shqipëria të konsiderohej e përfshirë zyrtarisht në mbështetjet Kosovës. Dhe pastaj do kompromentoj përfshirja e NATO-s në shlirimin e Kosovës. Drejt Serbisë për atë kishte në një operacion që quhej humanitar, apo jo? Do ndryshonte natyra konflikt. Si konflikt ndërshtetëror. Përfshirja e Shqipërisë në mënyrë të hapur, ndryshonte dhe këtë kërkonte Beogradi me çdo kusht, këtë kërkonte. Bile ata kanë tentuar me hyrje në tokën tonë, pikërisht për të provokuar një reagim nga ushtria jonë që për të thënë që kjo është një luftë mes dy shteteve, jo një genocid kundër popullit shqiptar të Kosovës. Dhe këtu Shqipëria nuk ka rang të Graz, që është e vërtetë. Që të bëjë veprime që do ndryshonin natyrën e konfliktit, të cilin e kërkonte Beogradi me forcë, me gjitha mjetët, përpiqej, me metoda, me provokacione. Ata në tropoj u futën deri thellë në për këtë pra, territorin tonë. Po është tjetër gjë. Jo, bombarduan, nuk u futën thellë. Është shumë interesante, po. Indiri Ajdaraga thot që hyn pak. Jo. Thoshte. Ata bombarduan me artilleri. Dhe pati një konflikt se u plagosën dhe u branë, ka përshtu, nuk e mbaj më mirë, po jo që të hynë ushtarët. I ndronë në regjia kur fletë Zotina Zarko me
Me zotin Klosi janë këta bashkë, pastaj flasë unë jam unë si shmënzorët. Se merë bushatin dhe me radhe, kupton? Megjithatë, zoti Klosi, një gjë që mendoj që ishte dhe arsye pse u krijua kjo gjykatë, nëse s'do ishte trafiku i organeve, nuk do kishte asnjë arsye themelore pse mbasi që Sigurisht. për ish Jugosllavin ekzistonte një gjykatë ndërkombëtare, ata gjykatësit që pastaj u bën prokuror, pastaj u bën avokat dhe që merrnin rroga të mira, madje merrnin dhe honorare të mira nga të vazhdonin në një gjykatë të re sui generis. Ishte trafiku i organeve dhe në këtë gjë Trafiku i organeve. akuzohej. Se Dik Martinin e peno njerë, kështë takuar në njerë, këtë në njerë dorën zoti Klosi, jo. Cil? Brikeni duke. Dik Martin, se nga kjo Jo, lindje i kjo. jo. Eh? Jo, Këtë absolutisht. në njerë dorën? Jo, nuk e kam. Ajo, kur ka fillu punë kjo gjykat, kishte rak, kur ka filluar kjo A i ka fillu e gjitha. A ishte ama ishte një Supportin e ka bërë a i dhe... Prekur dhe Carla Del Ponte këtë, nuk fillon me Dick Martin. Po Del Ponte sa i janë bushim mendjen pra. Ata ishin nga të dy ishin nga Ticino. Si o po bëjmë Ishin shumë nga Ticino, nga Lugano, ishin të dy. Nuk ishe... Kur ka filluar nuk punë është e kjo sigurt gjykat kush jam bushi mendje zyrtarisht, njëri tjetrit. akuza Carla Nuk është Del e sigurt, Ponte ta dëgjojmë një herë. është prokuroria që vuri përpara Miloševićit. E njëjta ka hedhur pa prova edhe akuzën e trafikut të organeve. E mori nga Dik Martin. Jo, Jo, e ka qenë... Jo, ajo ka qenë nismëtarja. Ajo, Del Ponte ka qenë nismëtarja, vërtet. U kam bërë... Pastaj Marti e përdori dhe pretendoi që t'ishte dikush që... Qartë. Ajo ka fillu, ne kemi bërë deklarat në parlament, unë bile kam qenë kryetari i komisionit, kam bërë deklarat kundër Carla Del Pontes, pastaj ka hyrë Dik Martin, kur ka filluar gjykata punën, akuza e trafikut të organeve shtëpisë Verdh ka pas rënë. Pra ajo nuk është konsideru asë një ditë që e objekti punës gjykatës që është sot. Ka pas rënë. Ka rënë pak më vonë dhe këtu kur do të filloi, rikthehemi tek ajo. Megjithatë, opinioni që u krijua në Europë... Pra që du t'jemi qartë. Jo, dakord jam me ty. Zoti Flosi, t'jemi qartë me publikun që kjo gjykat ka nisë mbi disa akuzët që kanë bëjnë me padi, me ankesë të disa qytetarëve të Kosovës që është një listë jo e vogël. Jo, dhe Serbë. Dhe Serbë. Dhe s'po më marrë këto shqiptarët. Jo, jam dhe Serbë. Dhe pastaj jo është kompromentuar gjatë rrugës sigurisht, po... Falë, preç, trafiku i organeve ngeli deri përpara 2 vjetësh, aq e vërtet është kjo, se këtu ishte një pasaktësi e deklaratës vetëvendosjes. Rama ka folur qoftë në Këshill të Evropës, qoftë në OKB, mbasi ra akuza për trafikun e organeve. Dhe atëre, a i tha Këshillit të Evropës, ju keni miratu një rezolut për trafikun e organeve. Atëre, anulloni rezolutën në pashme. Dhe kthirja që i bërja i vetëvendosjes në një vizit që i bërin 10 orë, vizit për cilën për hirë vërteta si ishte vetëvendosja që eftoj, ishte Kurti që eftoj Ramën, i tha hajde bëjmë një rezolut për bashkët të Shqipërisë, të Kosovës, bëjmë një komision hetimor. Kjo është historik. Ata apo akuzohen, janë akuzu në herë këta 4 të kuqekës me këto jo. Me këta akuz jo. Organizata juaj, jo, më fala, ishte thelbi e preç. Ata akuzuan UÇK-n si organizat kriminale, që kishte një kokë, që kishte që ishte ndihmuar nga Shqipëria, që kishte përdorur aeroportin e Rinës. Po jo për këtë. Jo për këtë. Tani, siç për këtë preç. Ai është fillesa. Shiko, të futim në një moment dhe s'kemi gjë tjetër për profesorin që ta pyesni, jo. Nuk kemi, por unë do fut që ta shikosh çfarë ndodh duke patur parasysh edhe këto fushatat janë tani fushat këtu, fushat në Kosovë, fushat në Maqedoni, të fushatet të gjitha përzihen dhe në parlament sot zoti Klosi pati përplasje me mes majorancës dhe opozitës dhe të dyja bërtisnin fort që janë dashuri të madhe me Kosovën, po kafshonin dhe njëri tjetrin me të gjithë fuqinë. Po preç, çfarë bën kështu mos? Se do të duket si gjë tjetër. Të ra telefonin. Po duket si me melodi. Bylle pra. Nuk dia. Bjere më për këtu, bjere. Bjere ta mbyll fare. Po që ty qyshërës. Ndodh më ndodh. Nuk ka rëndësime, se live jemi dhe ndodh. Se prega hiq më fakt. Nuk e di, nuk po e prega. Po është prishur e i se... Ore, këtu do prishen nga mendja dhe telefonat. Nuk është se këtu është prish vetëm njeriu. Tani... Muzike keq. Jo, Shiko që bëjnë tani,
të ndjekë një sinkron, thua dhe fjalët e fundit ti dhe të falenderojmë shumë ne pastaj. Pastaj. Jap sinkronin 2 parlamentit, ç'bëhet. Vendimi juaj i Partisë Demokratike i bërë publik dje për të bojkotuar protestën e nesërme mbar kombëtare në mbështetje të UÇK-s dhe komandantëve të saj është thjesht konfirmimi i qëndrimeve dhe i veprimeve kundër interesit Kosovës. Me që thatë se nuk doni të jeni për krah nesh, kryeministri nuk do të jetë nesër në protest. Hajde, pse nuk vini? A mundët një shqiptar të shkelmoj mbi këtë gjak? Po pse bëni këtë? Sepse kreu i juaj është një shërbëtor i Aleksandr Vučićit. Po dhe çfarë do etnie që ti përkisti banorët të Shqipërisë? Ndaj genocidit duhet të qëndroni. Ky është genocid. Ku e gjeni forcën ju të shkelmoni mbi gjakun dhe jetën e këtyre njerëzve? Edhe serb po t'ishin, do të votoja, po ta kishin bërë shqiptar. Genocidi është krim me shëmtur. Dhe ai është jashtë çdo lloj koncepcioni. Ju bëri bashkëautor në krim me Edi Ramën. U bën 2 orë në të seancë që po i bie gjoksit se kush e dashuron më shumë Kosovën në një nacionalizëm të shterp, duke akuzuar në mënyrë të ndërsjellë se kush ka bërë afera me Vučićin e kush e ka bërë me Miloševićin, ndërkohë që ka një zgjidhje fare të thjeshtë. Njëra palë le të pranoj mocionin për gjenocidin në Kosovë dhe gjithë së bashku të shkojmë në tubimin për krerët e UÇK-s. Nuk ka pse të vazhdoj kjo farsë tash 2 orë. Sa i përket pastaj patriotizmit dhe dashurisë për atë dheun, e keni dëshmuar të 2 palët, kur ka qenë ajo radha dhe rasti për të keq qeverisur shqiptarët, për t'ju vjedhur fondet, e treguat edhe sot, madje. Pra, ki ironia, thonë grekët. Ki ironia, që ironia. Me thënë dhe drejten, me erdhi keq që të paktën sot, u përsërit një gjë që ka 30 vjetë që përsëritet. 30 vjetë sase. 30 vjetë, unë nuk kam dëgjuar një herë që njëra palë të ketë pranuar propozimet e tjetrës. Pra, lufta politike në Shqipëri është shumë e egër, me qenë se me sa duket edhe pushteti është shumë jambër. Jambër është, ka qenë jambër për të gjithë. Edhe sot u përsërit e një da gjë. Shpresoja që sot mund ishte një atmosferë tjetër atje, për të thënë që kombi shqiptar është kundra asaj që po ndodh në Hagë. Dhe asgjë më shumë, nuk do influencojmë mbi vendimet e gjykatës, sigurisht. Unë kam frikë se ata do gjejnë oj sebeb të vogël për t'i dënuar shumë pak. Do me thënë të pak të në këtë që kanë berë. Por është vërtet për të ardhur keq, por nuk më çuditi. Është për të ardhur keq, thuaj dhe... Nuk më çuditi, është një histori që përsëritet. Unë të falenderoj shumë që na ndihmove në brëmin e sotme. Asgjë. Edhe ju faleminderit që më ftuat. Nuk do harrojmë tani, do t'jemi që të flasim për problematikat e ndryshme. Se ti duhet të tregosh në gjëre, se ka kaluar dhe kohë edhe nga ato gjërat e atërshme dhe të tanishme të gjitha, t'i përzijemi dhe të flasim. Popullata ka nevojë të dëgjojë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Faleminderit natë e mirë. Pra të ndërruar ju e ndoqë tani këtë punën në pushat. Mos lanë një gjithë pa thënë pak më përpara? Nga çfarë biseduam deri tani, 2 gjëra kisha merakun edhe nga ato që diskutuam. Cilat janë? E para, a ndihmohen ata që janë në burg me manifestime të tilla? Kroacia ka qenë e gjitha unike pro ante Gotovinës. Vërtet, jo gjykatë speciale, po gjykatë e Hagës. Por gjykata e dënoi njësoj, pavarësisht sa ishte hero kombëtar në Kroaci. Ti po të shkosh në gjithë margjinat sot, nga serbët e Kosovës, deri ke serbët e Bosnjës, unë kudo që kam shtitur, gjen në për lokale, akoma fotot e Mladićit dhe Karadzićit, që për shumë serb janë akoma heroj. Por kjo nuk e dënoi, nuk e pengoi gjykatën e Hagës t'i japi atë që meriton. Dhe, pra, nga pikpamja praktike,
këto manifestime nuk ndihmojnë. Frika ime është që këto manifestime që vjen në shërbim të fushatave elektorale mund t'i dëmtojnë ata që janë brenda. Mund t'i dëmtojnë. Pse mund t'i dëmtojnë? Kush e ka parë sa do pak gjyqin kundër Thaçit, Veselit që zhvillohet në Hagë, po të shikosh me vëmendje, thelbi, shtylla kurizore mbrojtjes tyre kush është? Ne s'kemi qenë komandant, ne s'dinim gjë, ne s'kontrollonim gjë, ne s'na binde njeri. Madje dhe dëshmitarët që Thaçi ka thirrur, që nga James Rubin, çfarë thoshte? Thoshte që Thaçit si bindeshin komandantët. Pra krimet janë bërë, është mbrojtja pa djenin e Thaçit, Veselit, Jakub Krasniqit, etj. Po. Tani, çfarë do thot protesta nesër? Ndërkohë që Thaçi dhe Veseli mbrohen, ne nuk jemi komandant në Hagë, protesta nesër thot që liria ka emër. Ju po na dënoni komandantët e lirisë. Pra, një lloj proteste e tillë shkon totalisht në drejtim të kundërt me mbrojtjen që bëjnë, ata s'dua t'i them të gjorët, me mbrojtjen që ata bëjnë para gjykatës. Dhe po të kemi parasysh si ka proceduar gjykata, ka marrë dhe shkrime gazetash prokuroria në Shqip për treguar që këta ishin lider e komandant dhe janë fajtor për krimet. Se duhet jemi të qartë, askush nuk e akuzon ata të katër që janë atje, që keni shkrepur këmbëzën dhe keni vrarë njeri. Ata akuzohen për përgjegjësi komanduse. Dhe ata në gjykatë thotë ne s'ishim komandant, ne s'na pyeste njeri. Kurse manifestimi i Tiranës thotë, jo, këta janë komandant. Pra në këtë kuptim, kjo e rëndon pozitën që ata mundohen të çfrynë në sallën e vogël të gjykatës. Dhe në këtë kuptim, kam frikë se mund t'i bëj dhe dëm. Po, në Zarko dhe Preqipet? Por shiko, faktori ko është faktori më i rëndësishëm që ka përcaktuar çfarë ka bërë gjykata, çfarë ka bërë faktori ndërkombëtar, çfarë ka bërë Serbia me njëherë mbas shpalljes pavarësisë njohjes nga gjykata ndërkombëtare, dhe çfarë ka bërë faktori shqiptar për t'i shpëtuar kësaj akuze, kësaj njolle të rënd apo këta udhëheqësit. Sepse kjo që po ndodh sot duhet kishte ndodhur në 2011. Pra shqiptarët duhet ishin bërë bashkë atëherë si kom, si faktor politik, Shqipëria si faktor shtetëror. Dhe nëse do të kishte ndodhur kjo, nëse do të ishte rritur sensibiliteti perëndimit atëherë, ndoshta gjykata nuk do ishte krijuar. Së dyti, kjo që po ndodh sot në pikpamje protesta, mund të ketë, përveç dimensionit elektoral që u nënvizua, po s'është i vetmi, mund të ketë kërcënimin që mund të shkojë te kancelarit, që po i dënuat ata mund të ketë destabilizim të rajonit. Dhe këtë e ka thënë nga pak Ali Ahmeti në një atë tubimin e Kosovës, sepse ky është një tubim itinerant, ishte në Prishtinë, po bëdë në Tiranë. Dhe në Zvicër. Në kërcënimin e destabilizimit, ka luetur nga pak, ose në goditjen që i bëhet kancelarive, ka luetur nga pak dhe Grenelli, që është i afruar Thaçit që atëherë kur ishin negociatat me Serbin, por edhe më pas, edhe për të goditur atë prokurorin Smith që ishte koncidoj apo jo, që ishte dhe hetuesi i Trumpit. Pra ky është momenti që mendohet që mund të ndikojë protesta e nesërme tek gjykata. Kurse ajo që thot Andi se mund të dëmtonte, po të ishte në periudhën e pyetjes së dëshmimtarëve. Po të ishte atëherë dëshmimtarëve të akuzës, po të ishte atëherë mund të konsiderojë se krijon frymën e presionit ndaj gjykatës, ndaj prokurorëve, ndaj akuzës. Madje po të bëj atëherë. Jo, po të bëj. I heq thelbin e mbrojtjes atë. Ata po mbrohen, ne s'jemi eroj. Ne s'na pyeste njeri. Po të bëj mbrojtja atyre. Po të bëj protestat. Ne këtu mbledhim gjithë mbështetësit e tyre, thonë këta janë komandantët tanë. Një nga argumentat që ka përdorur mbrojtja atëherë ishte ajo që shko, këta janë njerëz pa ndikim, nuk udhëheqin parti. Atëherë po, prandaj s'duhesh bërë proteste. Kurse tani, nëse ata do dënoheshin pa kur fare reagimit të opinionit publik, atëherë dënimi mund të jetë më i rëndë. Pra, është synimi për të nxitur kancelarit nëse kanë një pikë ndikimi tek kjo,
të ky grup që unë e quaj mafje juridike, dhe më thënë, ata që janë sot prokuror, gjyqtar të Hagës, avokat që kanë qarkulluar, dikush ka qenë avokat është bërë prokuror e tjera, janë një lloj mafje juridike, janë drejtësi speciale, por dhe diçka për këtë shfaqjen që Euralius, gjitha ndërkombëtarët të drejtësisë tani në fund. Rezoluta që shpiku PD-ja është një veprim që tentoi të asnjësonte përfshirjen e Partisë Socialiste në organizimin e protestës nesme. Rezoluta është gjë më pa vlerë që ndonjëherë kërkojnë ata të Kosovës, sepse Berisha që kërkoi sot mund ta kishte bërë një 200 herë gjatë qeverisjes vet. Partia Socialiste ka bërë sa tjetër që s'kan asnjë vlerë, rezoluta s'kan asnjë vlerë. Rezoluta e vërtet që dënon genocidin ishte bombardimi që i bëri NATO. Ajo ishte konfirmimi. Zogaj, Shikon, dhe Soko dhe i ikim pak të protestë të tillë do zhvilloj një vit, po them, pasi filloi procesi tjerë, do kishte shumë diskutime, do ishte pa sens. Kjo protestë që është vazhdimi i një proteste që nisi në Hagë, dhe ka nisë dhe në kryqëzim. Ka sens, Zoti. Ka sens për këtë arsye, sepse kjo bëhet në kontekstin kur është konsumuar një kohë kaq e madhe para burgimi, sa tashmë ata duken sigur janë të marrë peng, nuk janë në hetim. Dhe protesta i jep zë, në publikun e gjerë evropian, pra në mediat evropiane se në zemër të Evropës, ekziston një gjykat e cila mban 5 vjet në hetim disa njerëz që kanë qenë komandant UÇK-s, kanë qenë kryeministra, zyrtarë të lartë të Shtetit të Ri të Kosovës. Kjo ka vlerë sepse nga njëherë janë disa të vërteta që përqohen vetëm përmes një zërie, përmes një skene, protesta fuqishme, pjesëmarrje të fuqishme. Nga kjo pikpamje unë e shoh protestin shumë të dobishme. Pra, kërkon të jap zë, sensibilizoj mjediset politike evropiane të cilat janë sensibilizuar, kemi dëgjuar këtë zonjën von der Leyen që u shpreh pak a shumë për këtë temë, dhe të tjerë, duke parë se është një popull, ose një pjesë e popullit shqiptar, e popullit shqiptar të Kosovës për tani edhe në Shqipëri, që po ngrenë zërin jo për të dhënë drejtësi, për mënyrën se si po gjykohen këto, si po hetohen këto njerëz dhe për kozgjatin dhe për shkeljen e procedurave. Unë shikoj, protestat, do t'i them, protestat nuk i bëjnë dëm kujt, përkundërzi, pra krijojnë vetëm këtë atmosferë në opinionin e përgjithshëm dhe ndikojnë për të vërtetën, për ta nxjerrë pa ç'po ndodh atje, për ta denoncuar, domethënë, atë që po ndodh në Hagë. Sa i takon veprës penale, gjykata ka për detyrë që të provojë është vrarë kush nga kush, pra është vrarë nëse flitet për vrasje që ka ndodhur në Kosovë, gjykata duhet provoj, për ndryshe bie në akuzat, se filani është vrarë në këto rrethana nga dikush. Nuk mund ndërtosh akuzë se janë vrarë në kohën kur kanë qenë këta. Nuk ndodh kjo. Është gjykuar edhe një herë te gjykata tjetër e Hagës. Nuk ndodh kjo gjë, sepse këta, nëse nuk vërtetohet një përgjegjësie drejt për drejt e tyre, domethënë, ose këto kanë qenë atje, por nuk është kjo që këta nuk kanë qenë komandant dhe po e bëjnë këtë gjë, domethënë për të përfituar diçka. Ata nuk mohojnë se kanë qenë komandant. Po unë do thosha këtë gjë. mohojnë. Shiko, edhe te Ka patë autoritet real. Dëgjoj, shifrat Ka patë zinxhir komandimi. Ramush shqiptari Haradinaj, kryesori mbrojtjes është James Rubin. Dëgjoj me vëmendjen ç'a thot. James, Këta nuk i pyeste njeri, këta si bindeshin. Të drejtë. jo, Prandaj sufirmos Rambujeja me një herë. Ajo e James Rubit nuk është dëshmi për akuzat që ngrihen këtu. Për akuzim, ajo është një dëshmi për treguar kontekstin kur u ngrit UÇK-ja dhe si u përfshi UÇK-ja si një faktor, domethënë, për zgjidhjen e krizës, si një faktor gati politik. Ajo është një dëshmi që nuk prek në çështje konkrete të akuzës, se s'ka sësi. I gjithë thelbi i debatit sa kam ndjekur unë që po zhvillohet në gjykat, është ata akuzohen për përgjegjësi komanduese. Dhe gjithë mbrojtja tyre është ne nuk kemi qenë komandant, ne s'dinim gjë ç'ndodhte, ne nuk e dinim çfarë bëj. Ata mund të thonë që nuk dim gjë që ka ndodhur filan vend ose kjo vrasje, por ata është filozofia e mbrojtjes. Dakord, sepse Ramush Haradinaj gjithashtu e kam lexuar një libër që është botuar për të, ka ndjek pikërisht këtë strategji që
unë kam qenë komandant në një zonë vogël, por nuk e di që ka ndodhur në zonën tjetër, sepse ka pas tjetër kush. Pra ata kanë pranuar që të zvoglohen në këto nivele gjykatash për hir të mbrojtjes, por në tërësi ata nuk mund të mohojnë se ata janë si komandant aty. Ata bile, po të mohonin atë, do mohonin vetë, nuk mund ndodhë. Po thuaj se drejta saj kanë shkuar në mbrojtje, po të shofësh procesin. Kurse jo memuaret. Mbrojtja e James Rubin dhe të tjerë që kanë thirrur ajo ka të bëjë me kontekstin, nuk prek çështjet konkrete të hetimit. Por, unë mendoj që gjykata, do vi momenti i gjykatës, domethënë, nuk do vërtetoj, se sa kohë që nuk vërtetoj, si që ka dalë deri tani, pjesëmarrje direkte, domethënë, duhet shkoj më dënimi tek njerëzit që e kanë kryer krimin. Apo jo? Ajo po, presh vetëm një gjë të vogël. Për dëshminë e Rubinit, se do ishte minimizim edhe i asaj që nga pak edhe ne kemi bërë. Jo, në këtë kuptim që Rubini foli edhe për dëshmi të CIA-s, do më thënë shërbime sekrete amerikane, sepse në fakt, në akuzë që është ngritur ndaj Thaçit e këtyre, ka hyrë në punë shërbimi serb, shërbimi rus, dhe atere, duke që një gjykat perëndimore, ai tha, zotrinjta nga dëshmit tona, nuk na ka rezultuar që këta kanë bërë krime. Ky ishte vlera, një vlerë tjetër. E fundit pret që të flasë para. Kush do që të shkojë në protest, dhe mendoj se do shkojnë njerëz në protest, dhe duhet shkojnë njerëz në protest, është për dhënë këtë mesazh që në zemër të Evropës, po ndodh më dhënë kjo që është e pa imagjinueshme, që 4 njerëz, qytetarë, s'ka rëndësi komandant, jo komandant, por komandant, mbahen për i gati 5 vitësh para burgim, mbahen në burg pa dënim, por shumë gjatë, për te çdo afati. Dhe kjo do ketë jehon besojnë në botë. Ama, ata që e përdorin, dhe më thënë, këtë ngjarje, si një test, kush është me adhëtar së shoku, kush është me patriot së shoku, këtë janë në spekullim plot. Se ka një tjerë që s'duan me shku, që s'duan përzihen, dhe ka notacionet politike që ka marrë kjo. Kalojmë të, se kemi dhe 2 pika tjera, kemi 2 pika tjera. Duat të shikoj, ose më saktë duat të kap pak të pozicionin e diktaturës e hipokrizisë këtu në të vend. Sa herë që flitet për Kosovën, sa herë që përmenden tema të tilla, hapen tema të tilla, këtu të gjithë vendosin nga një maskë hipokrizie që ta shpif nga kilometra larg. Dhe ky është një realitet që ne kemi vënë re jo sot, sepse sot është rasti i fundit kur të gjitha palët veshën të gjithë kostumin e hipokrizisë dhe dashurisë për Kosovën, a thua ti se ajo ka qenë qëllimi final i politikës jashtme të tyre kur kanë qenë pushtet apo të këtyre që janë sot në pushtet. Kur në fund fare edhe nga ajo që ne kemi parë, është që Shqipëria ka bërë shumë pak për mos thënë as pak për Kosovën dhe ky është një realitet. Pra kur vjen puna për të bërë diçka konkrete për vërtetë. Por çfarë ndodh? Fakti që mua sot, ne po diskutojmë sot si një protestë e cila ka një qëllim për të shpëtuar ata njerëz ose për të ndihmuar ata njerëz që janë në burg, dhe njëkohësisht ka dhe një qëllim elektoral, për mua këto të dyja nuk rinë. Pra, o kjo protestë bëhet me një skem paraprake për të ndihmuar ata që janë aty, ose për t'ju ardhur ndihmë aty, ose kjo bëhet për qëllime elektorale. Të dyja nuk rinë, sepse nuk mund të vini rastësisht që të dyja. Për mua kjo bëhet për qëllime elektorale, sepse ne jemi në fazën, protesta e nesër. Pra opozita nuk do marrë pjesë të ati, sepse është për qëllime elektorale në Kosovë. Dhe në Kosovë, sepse Rama ka kohë që ka marrë rolin e pletemi farë drejtusi politik i opozitës Kosovë, edhe kemi pa dhe në veprimtarit tjera që ka bërë, edhe në vizitat që bërë në Kosovë. Pra Rama, le themi, në vend të Hashim Thaçit ka marrë ai drejtimin, le themi, si lideri shpirtëror i opozitës Kosovë, dhe ka sjellë në Tiranë. Dhe kjo o bëhet për këtë gjë, o bëhet për t'i ardhur në ndihmë në bazë të një skeme apo në bazë të një taktike që janë zgjedhur, strategji që kanë zgjedhur. Të dyja bashkë nuk mund të. Dhe unë them që kjo bëhet për efekte të qarta elektorale. Po nuk e di efektet. Unë e shoh sepse këtë protestë. Shoqatat e veteranëve. Po të më qartë sepse nuk ka dalë shumë. Ndoshta e ka zhurmuar pak në protagonizmin. Çiko, le të jemi këtu flamurin e protestës në Shqipëri e ka marrë Partia Socialiste. Pra ata janë promotorët. Pra e quajnë, opozita e quajnë të Ramës dhe nuk do shkojë.
Ylli prandaj e përmenda atë protestën e 98-s, që në fakt ishte manifestim solidariteti, për thënë që 98-ën Berisha kishte dalë nga ngjarjet e 97-s. Dolin atë protest, mbajtin fjalim patetik, aty ishte presidenti i vendit që e kishte akuzuar por ama u bën bashkë. 27 vjet më pas nuk bëhen bashkë. Sepse nuk është e sinqert gjëja. Ne kemi Mentor, nuk është e sinqert. Ka shkuar ata tek Berisha. 98-ën kemi qenë luftë. Do ta vend. Pra Kosova ka qenë luftë. Sot nuk është e sinqert. Çfarë ndodhi dje që u thrit protestës? Po e thaj, ka nisur në Hag, Ja të mos flasin dy vete. Se që kemi sot pikërisht në javën elektorale të balotazhit, ne thrasim protestirar. Nuk e dinim ne që në datën 17 do kishte balotazh? Nuk e dim nëse si shkojnë rezultatet e zgjedhjeve në Kosovë, që gjithmonë gati 50% e komunave shkojnë në balotazh. A vlen as vlen? Argumenti që ta preç është argument serioz, që me rrit sensibilitetin e opinionit publike. Po u rriti opinionit publike, rritet i kancelarive. Po u rriti kancelarive, ndoshta ato mund të bëjnë presion. Po më ne kemi mundësi që ta çojmë në përbanaqet ndërkombëtare këtë. Jemi antar të NATO-s, jemi antar të Këshillit të Europës, jemi antar të OSBE-s. Pra, jo, përveç se një herë që ka folur në Këshillin e Europës, nuk e kemi çuar ndonjë. Okej. Në Këshillin e Europës kemi folur një herë që ka thënë, ajo ka emrin, nuk e ka Kosovë, ka Kosova, dhe më pas nuk kemi bërë asgjë. Soko Nazarko, okej. Hipokrizi. Dumani drejt largimit, domethënë dhjetor nuk është kryetar. Nga një grupi drejtësisë këtë tjetër. A ka të ardhme SPAK? Unë e diskutova pjesën e parë për raportimin e Dulagut, më falni, Dulagu ishte të pjesa e parë fare. Dumani, njajnë shumë emrat këtu, lapsus. Pra, një raportim pesori Dumanit në Komisionin e Ligjeve, do një të ndjekim atë fragmentin në duhet jeti përsëritur një njëjti, besoj. E ke Zekinea, po ke Zekinea do e bësh. Po se ke, mos e vë. Edhe Zekinea diçka thotë, edhe Zekinea futet edhe njërë sinkronin. Po ke Zekinea e vë, po se ke, mos e vë, dëgjë mua. Mos alot. A e kemi? E keni Zekinea? Sinkronin morë. Në vitin 2024 janë 10 funksionarë të lartë publik për të cilës ka patur vendime të gjykatave të cilat kanë marrë formë të prerë. Aktualisht ne kemi marrë një të pandehur, një kryetar bashkie të pandehur për korrupsion aktiv. Kemi në hetim një kryebashkiak tjetër, po për korrupsion aktiv gjatë procesit zgjedhor. Çështja që duhet sjellë në vëmendje është çështja me Gonigal. Në deklarimet të paktën që ju keni bërë, keni deklaruar se është çështje që është në vëmendjen e institucionit tuaj pra po hetohet. Kanë kaluar 3 vjet dhe desha të di çfarë keni bërë ju si institucion. Çështja me Gonigal, kjo çështje është në fazën e hetimit të paraprak. Janë kryer një numër i madh veprimesh hetimore në territorin shqiptar. Për hetimin e çështjes është e nevojshme edhe ndihma juridike nga autoritetet gjyqësore të huaja dhe ne jemi edhe në pritje të përgjigjes. A ka nisur SPAK një hetim të pavarur mbi përmbajtjen e përgjimeve të antimafjes italiane që flasin për një takim të zhvilluar në Aruba mes përfaqësuesve të karteleve dhe zyrtarëve të lartë shqiptar, përfshirë edhe kryeministrin Edi Ramën. Ju thoni çështjen Aruba, nuk njoh ndonjë çështje me emrin Aruba. Lidhur me këtë, unë nuk kam asgjë për të ndarë me kuvendin dhe as me opinionin publik. Këto 251 flet arreste, pikërisht të këtyre bandave që u përmend. Zoti Balliu i morët përgjigjet për pyetjet që bot. Zoti Dumani nuk është nevoja për të shqipur. Nuk mund të Zoti Balliu nuk mund të kërkosh SPAK llogari për ekzekutimin e masave të sigurimit, për kapjen e personave në kërkim. Po atëherë çfarë po më thua, pse si keni kapur? Zoti Dumani, a ka mundësi të mos Zoti Balliu? Nuk e kemi bashkëbisedim kafe këtu. I silleni vërdall kryeministrisë, arrestoni liderët e opozitës për korrupsion dhe në fund fare ju rezulton që korrupsioni na qenë ka rritur. Pyetja ime, mos ndoshta nuk e bën Mehmeti me kokë vet, mos ndoshta e bën Enveri dhe her pas here jep në një nga ata ju që ti merrni ti bëni për konsum publik. Ajo ka shkuar në herë me ne që është Enveri dhe nuk është Mehmeti që e bën me kokën e vet. Ju kërkoni nga Zoti Dumani dhe trupa e prokurorëve të SPAK-ut dhe të BK-s atë që e ka përgjegjësi e gjithë shoqëria në tërësi. Të lutem. Nuk po e fysi do t'ja jap fjalën. Ju nuk mund të aludoni që në këtë seancë unë vetëm një rast kam qenë i vërtet, unë kam qenë i vërtet dhe ju e dini shumë mirë që unë jam i vërtet çdo ditë dhe çdo orë të jetës sime. Kështu që ndihem vërtet i fyer nga ju që ju thoni
dhe kam qenë i vërtet dhe do vazhdoj të ngelem i vërtet. Se sa patriot jam, ju e pranuat vetë dhe se sa e dua këtë vend, dhe që prokurorët të posaçëm dhe mua nuk na bën shumë përshtypje emrat, e kam përmend disa herë, as kryeministra apo zëvendës kryeministra apo ministra, por provat. Strukturës së posaçme dhe kam vënë re që gjitha pyetjet nga ana e opozitës janë tendencioze dhe me raste individuale. Besimi dhe reflektimi qytetarëve vjet re ndjeshëm edhe në raport, duke theksuar rritjen e kallëzimit që qytetarët kanë bërë në këtë institucion. Pra qytetarët tanë kanë një qasje shumë pozitive ndaj strukturës tuaj, ndryshe nga kolegët e mi të opozitës. Si mendoni se mund të forcohet më tej ky raport besimi midis qytetarëve dhe strukturës së SPAK në vitet e ardhshme? Faleminderit edhe për vlerësimet, por edhe për pyetjen, ajo që ndikon patjetër është puna. Të pyetjen e Zeqinës e pati shumë të vështirë Dumani, se është prokurori mjaft që është shfaqur në arenën tonë, s'kena aty, po për ty nuk përgjigjej dot. Ne ka ndodhur një kolegu ton, gazetar, mikut, unë e kam dhe mikat, rejtësisht që ka ndodhur pushat në Turqi, kur iku Berisha, bëri intervistë Turgut Ozalit, presidentit ndjes past, presidentit Turgut Ozal, edhe pyeti si janë, se ishte edhe i lodhur pak Rezi, si janë marrëdhëniet e shkëlqyera mes Shqipërisë dhe Turqisë, dhe ai tha ekselent. Dhe mbeti ekselent se s'kish thoshte, dhe mbeti Rezi tani po ekselent dhe mbeti se mendoj që do ishte pak më vonë. Nuk ka. Se është nivel shumë i lartë Rezi, mos. Me në raport me ishte. Po ajo më kujtohet tani. Tani çfarë deputetësh ke? Tani një gjë ndos aty me çfarë shumë. Më bëri përshtypje fakti që majoranca e lavdëronte SPAK-un ndërsa opozita e kritikonte. Si ka mundësi që nuk është e kundërta preç? Se, në fakt, majoranca e lavdëronte dhe mbriti deri te Zeqinja lavdërimi i madh, dhe ata e shanin. Dhe pyeti Zeqinja si e ka rritur kaq shumë besimin dhe SPAK-u atje. Pra, si e mendon tani ti, ç'ishte kjo gjë? Dyja palët, si më thënë, paka shumë ndjekin linjën që kanë përcaktuar liderit e tyre. Do me thënë, liderit kanë thënë kështu dhe është marrë vendim. Po, ata, opozita e ka për detyrë që të shfrytëzojë këto komunikime institucionale me kryetarin e SPAK-ut për të bërë pyetje, për të kërkuar llogari. Mund të bënin pyetje më të forta për me. Edhe ishin etik përgjithsisht. Dhe të jenë etik, se tash shoqë ne po disa janë, disa edhe ai përdës që foli. Ishte edhe pyetje të tjetri. Por jo pyetje kështu domethënë që ta zbulojnë gjë, kishte edhe shumë, si më thënë, pyetje të natyrës propagandistike, ato që artikulohen nëpër gazeta ose nëpër foltore politike. Ju thoni që do ndodhë me SPAK-u. Në SPAK-u ikën Dumani se i marrën mandati. Po e merë tjetri. Vjen tjetri thua ti? Do zgjidhet me një proces si që është parashikuar në ligj. Besoj se tjetri do jetë si me thënë, kompetent për ta drejtuar SPAK-un, do dalë nga një proces zgjedhor që është i njohur. Vetë Dumani ka vendos një kohë, për mendimin tim, me cilit do matet pasuesi i tij. Dhe unë duke pas pak informacion se çfarë po ndodh atje, mendoj se pasuesi do jetë në lartësinë që ku e la Dumani dhe do shkojë edhe më tej. SPAK-u do vazhdojë, Dumani do jetë një prokuror, ata janë prokurorë barabartë. Ata kryetari i SPAK-ut është një, si thua, një lloj kancelari, nuk është se ka ndonjë gjë, domethënë. Ja, ndryshe është pak preç. E përfaqëson. Se sjell frymën e gjitha. Më ndryshe ishte Dumani në raport. Patjetër. Tani gjithsesi, ti lem se do të jemi shumë shkurt në këtë pjesë, se popullata, jo se po na zuri gjumë popullatën, mbaroj të janë, po njerëzit e tij janë, si më thënë, kryetari është i parë mes barabartëve, por SPAK-u për mendimin tim do vi duke u forcuar, se këtë pyetje ke vuti. Ka suksese në Dumanin? Ka disa suksese. Po dështime ç'tuat ti tani? Ja këtu thotë. Unë them një suksesi i parë se me Dumanin
SPAK-u në Shqipëri arriti që të zgjidhte krizën thelbësore drejtësisë së Shqipërisë, që ka qenë kriza e hetimit të sferat e larta. Vazhdo presi se ky është tani unë punoj me të gjithë. Ke shqetësim nga zhurma, e kuptoj. Jo, punoj me të gjithë dhe me operatorët dhe me... Kriza e drejtësisë ka qenë kriza e hetimit. Kur s'ka hetim, s'ka drejtësi. Do të thënë me Dumanin, sidomos me Dumanin, drejtësia shqiptare filloi atë histori që e ka drejtësia hetimin gjithë botën që nuk ka tabu. Heton kudo ku konstaton se ka vepër penale. Po dështim presh. Dështimi mund të ketë pas mendimi im, më shumë shpejtësi, do të kishte më shumë shpejtësi. Më shumë shpejtësi. Dhe gamë dhe më të gjerë. Por ai e thot aty që shumë nga çështjet që i ngrem ne janë hetim. Tani ne nuk mund të vëmë, më thënë, kronometrin, se nuk na takon dhe jo vetëm s'na takon, por vetë hetimi ka ato, domethënë, sekretet e veta dhe nuk është e lehtë që të vërtetohet prova. Ne e marrim me lehtësi provën. Unë mendoj se provën të mos ti thua nuk ishe shpejtësi. Bushat ti si e mendon? Edhe një lloj dhe gama e çështjeve që janë hetimi pjesë, por mund të ketë edhe tjera që do fillojnë të hetohen. Do fillojnë të hetohen. Mendoj se asnjë çështje nuk do ngjelet e pa hetuar. E kam bindje. Unë ky ideja tënde presh që ky vend përregullohet me një shpejtësi kaq të madhe, më pëlqen shumë kur e dëgjoj. Bushat. Cila është ideja ime? Gjerat duhet kishte më shumë shpejtësi. Jo vetëm shpejtësinë. Edhe gamë të gjerë. Por mos i mohojmë të gjën e madhe që ka bërë, se kjo është më e madhe. Që se ka ndodhur në gjë në Shqipëri. Siç ka ndodhur këto vite, ma thoni dhe ta tërhequn. Unë e di se ka ndodhur. Ja ta them. Nuk ka ndodhur. Ja ta them. Pjesën e parë unë kisha një moment ku një kompani këtu, Bankers, tani e mori SPAK-u pas një lufte shumë të madhe. Ti mund të jetë organizat kriminale. Po pritë tani, ajo ka marrë të raportuar, se mund të jenë 2 fish ose 3 fish, 5 miliardë. Po e kam thënë, është afera korruptive transversale. Ajo kapet përveç, jo gjërat kështuare, kapet ajo, pa përfyti dhe diskutohet. Bushat, optimizmi duhet. Jo optimizm, unë mendoj jam realist. Por edhe optimist të jemi. Për çfarë gjëje se është aq e gjerë kjo sa? Pra, a ka suksese dhe dështime? Ti dështime ishe në fakt. Jo në shoh suksese. Çfarë suksesi është? Ka një sukses madhështor që duhet të bëhet model për drejtsinë e çdo vendi. Hapeni, po nuk keni, po keni nerva dhe studioni çështjen Beleri. SPAK dhe gjykata ne na ka treguar që votat në këtë vend i vjedh Fredi Beleri. Merreni atë çështje dhe do kuptoni çfarë është ky SPAK i reformës në drejtësi. Jo, kape si dosje, Futi dhe gjykatët. Bashkë me gjykatët. Gjithë sistemin. Bashkë me gjykatët. Bashkë me gjykatët. Do me thënë, ky është për mua suksesi madhështor i ajkës reformës në drejtësi që janë SPAK-u dhe GKKK-ja. Për atë shqetësimin tënd, që ore se këtyre i mbaron mandati edhe mos ngelemi pas SPAK, do jetë dita më e bardhë për Shqipërinë nëse SPAK-u mbyllet. Ta dhe që, se këtë duan dhe politika. Ore ta doj kush doj. Të dy palët duan të mbyllet sa më parë. Do mos ata që janë në akuzë. Ditë më të bardhë. Që ka kërku Andi tërë jetën të akuzohen. Ata e kërkojnë këtë. Padyshim. Ata me pëtashi jenë atë fabër në Handi, e ke dhanuj gomarë. Qa do bëjmë e ramët dhe, që apo jo? Problemi është që unë dua që çdo njeri që ka vjedhë dhe 1 cent në këtë vend të shkoj para drejtësisë, por para drejtësisë, jo për ballë ca pisave me telekomand. A kam bërë këta drejtësi, prandaj ta thash atë suksesin më të madh, çështjen Beleri. A kam bërë këta drejtësi? Problemi është që këtyre deri tani, 2 çështje që kanë shkuar në Strasburg i kanë rënë. Shpejtësia do vazhdoj, po se si veprojnë këta do i shohim. Dhe sa më shumë kohë do kaloj, besoj aq më shumë kohë do kemi për të bindur që kjo që po them unë do jetë gjithmonë me vërtet. Sa më shpejt të mbyllet, aq më shpëtuar do jemi të gjithë. Kush të gjithë? Pano më pasën e Zarko, pano. Kuptojmë një gjë. SPAK-u merret me 5.000 veta në këtë vend.
5.000 janë. Ne 2.450.000 të tjerët, s'kemi punë me Spaku. Unë s'kam qa shpëtoj. Jo. Unë s'kam qa shpëtoj. Unë byllë Spaku apo jo. Më të gjohtu. Por, Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, Erion Velia, shpëtojnë shumë po më byllë Spaku. Ata 5.000 veta me cilët meret Spaku. Po, vetëm për ata e ka jetë në lidhur. Unë s'kam qa shpëtoj. Janë ata njerëz. Unë kam atë prokurorin aty të qytetit, atë kam unë. Dhe për atë s'kujtojt njeri, sepse ne s'kujtojmi për atë. Se ne flasim kemi hallin e Ramës, Veliajt, Benametajt, e tjere. Pa dyshim. Po kjo është halli, se Spaku me ty s'ka punë, më zëtë. As me mua, as me Preçin. Si që ka kjo që ka Spaku halli jonë? Jo më jo, Spaku ka bërë një gjë, që deri më sot, jo, e kam konstatim të dëgjova deri në fund. E kam konstatim. Spaku ka bërë një gjë që ne se kishim menduar. E kam thënë 15 herë kur kemi që përballë dhe ta them prapë. Ne nuk e kishim menduar asnjëherë dhe ishim gati të vinim pas në studio. Dhe ka bërë demokracinë. Problemi është që kur ti ke ai Altin Dumani, dhe unë e di, nuk jam optimist si Preç. Unë nuk besoj se do ketë një prokuror të do kapi nivelin Dumani. Asu nuk e kisha menduar. Unë kam rezerva shumë për Dumani. Që do rinjallë e Aranit Qela në kod demokracisë. Por, unë ja them të vërtetën, nuk besoj se do ta kapi ndonjëri standardet Dumani. Që të shkoj aq lart sa ka shkuar Dumani. A ka shkuar aq lart sa duhet? Kur mos e kapt? Jo, nuk ka shkuar aq lart sa duhet. Drejtësim politike kur mos e kapt? Në qofse është ky urimi për Spakun atëre, ky është dhe Shqipëria që meritojmë të kemi. Ramën meritojmë të kemi. Nëse shkojmë këtë logjik, që kur mos u bëfti. Jo më shumë. Kur mos u bëfti, do thotë që hajde ta mbajmë Ramën këtu, ta konsolidojmë se të paktën dhe jo Ramën, po të gjithë atë enturazhin që ne të 2006 metrën e 7 metrën bashk, ki kemi menduar si të paprekshëm. Bashk kemi qenë, më bashk në studio. Sot janë më të paprekshëm. Jo, sot janë në burga, da. Janë më të paprekshëm. Sot është në burga, sepse ai ka nisur rakina i djali. Sa më shumë vite. Tjetri ka filluar i falet Zotit, sepse një që ka për shumë më katër. Aq më madhësh marrësh një vjedhjeve. Duam, s'duam ne, a ka vajtur der ku duam? E vërtet është që nuk ka vajtur. Jo, më jo. Unë do doja shumë më tepër. A ka frenuar... Kam thënun provat se ku duhet shkoj dhe pse nuk shkon. A ka frenuar... Por ti mos më thuaj mua të mbyllet Spaku do shpëtoj Shqipëria. Ç'pun kam unë me Spakun? Me Spaku ka punë Edi Rama, ai shpëton. Jo me Liaj. S'kam unë. Se duke u përdorur, duke u përdorur, do vazhdoj të paguaj taksë, një lloj do më vjen taksë dhe më hapur madje. Duke u përdorur si vegël politike, do më vjen dhe më hapur. Dikon te jeta ime dhe jotja. Absolutisht. Në këtë kuptim. Nazar Kondry, ka një moment që nuk e di se pse ti kapesh me këtë çështjen Belezë, nuk je pro grek dhe nuk ke në kështu. Pro qytetar jam, pro drejtave të individit. Qartë, s'pari një herë që të paragjykosh ose të gjykosh a posteriori punë e prokurore, punë e gjykatës do duhet që ta bësh jo me sens komun, por do ta bësh me sens juridik. Je i sigurt ti që për ata nuk kishte prova, kjo është pyetja e parë. 100%. E dyta. Hajde bëjmë debat. E dyta, je i sigurt ti që Greqia, që Greqia, që është një shtet që ndikon fuqishëm jetën tonë publike, nuk ka ndërhyrë për të shantazhuar dëshmimtarët e gjithë tjerë në mënyrë të ta nxirtet pafajshëm ata. Je i sigurt ti për këtë gjë? Ore, këto janë fantazime. Unë që janë fantazi. Po mbi çfarë elementesh? Po ajo ka kaluar në 17 filtra. Ti mund të paragjykosh që pse Rama ose pse Shqipëria nuk e la të shkonte të vetoje këto. Unë them merr atë proces. Ose jep vetes atribute që nuk i ke. Domethënë, e vlerëson ti që kishte prova, ka kaluar në disa filtra, mos kujto që merr atë proces, se këto janë llafe të përgjithshme. Unë jam Po janë të përgjithshme ato tua. Unë jam gati. Ti thua unë me metrin e analistit që shkoj të ylli thuti do paragjykoj 17 gjyqtarë dhe prokurorë që kanë kaluar. Ti ke dhe formim juridik. Po pra, unë nuk jam i sigurt sa ty. Unë jam i gatshëm me këdo të vi dhe ta bëj debat në këtë studio. Ajo dosje është skandal që do e kishe zili kohë e sigurimit shtetit. Mos guxoj, them unë, te çështja e provave, tek mënyra se si mund ta kenë trajtuar atë që ta mbanin në arrest shtëpiak ose ta linin beton. Kjo është çështje në cilën ti mund të hysh me sens komun që ta paragjykosh. Flas për këtë unë jo. Unë flas procese me provat manipuluara. Je sigurt? 100%. Hajde bëjmë pra debat. Ai që shet votën,
ai që shet votësh dikush që është i varfër fushat, apo jo? Që do thot, nesër ku i shkon ai i Greqis, i thot, Triqu, merr këtë, tërhiqet. Ti ke lexuar intervistat e atyre dëshmimtarëve që e kanë rimohuar ato që kanë thënë në gjykatë. Dhe për këtë arsye ti ke po të paragjykoj unë që ti ke intencionalitet. Që të bëjmë debat. Jo, po e kam fjalën që ti ke folur për të ardhmen, duhet të them Panos një gjë që kuota e Dumanit sigurisht janë kuota motivuese. Ndoshta s'do kalohen, po dhe mund të kalohen, sepse ai ka pse të mos mund kalohen, po them edhe gjë. Që ai me gjithë integritetin që ka dhe kjo e ka mbajtur, ai e ka nisë. Ai që vjen ka një trashëgimi dhe jepet mundësia më shku shumë përpara, dhe aty ka prokuror të tjerë, të cilët nuk ka dalë shumë emri, sepse si thoshe përfaqëson Dumani institucionin, por në dijenin time dhe shumë njerëzve që marrin vesh ç'po ndodh janë prokurorë shumë të vendosur. Nuk po Dhe kanë bërë hetime shumë dimensioni në cilën Dumani. Sidomos në luftën kundër organizatave kriminale. Nuk po diskutoj. Shiko, e kemi lënë bazdore. Ka nevojë për një dimension më tjetër, më tepër. Po pra, po ato ta tha Preçi që ai e vuri një standard, por problemi është un kam probleme, un kam probleme me sepse e kam jetuar një kryetar tjetër që s'ka qenë Dumani. E kam jetuar 3 vjet një kryetar që nuk ishte Dumani. Dhe ai është një prokuror shumë i që ndoshta ka bërë punë, por si kryetar për mua atëherë ne, Spaku kishte qenë në një stagnacion për 3 vjetë radhasi. Qa ndodhi ishte, që kur erdi zotria në fjalë, filluan të gjitha dosjet dhe u morën. Jam shumë dakord, a ka probleme pa fund më. Pa fund të themu, janë çështje të cilat kanë 5 vjetë që janë aty. A duhet ecin më shpejt? Po. Janë çështje të cilat nuk janë hetuar deri në fund. Ama e di dhe limitet, e kuptova dhe limitin e Spakut. Rama nuk ka vajtur te Rama. Nuk shkon dot deri te Rama. Këtë e kam kuptuar. Ta falim Rama. Ta bëjt zero, të themi s'ka ndodhur asgjë gjë. Ta falim Raman. Jo më një sekondë. Ta fal, nuk shkon. Unë nuk e bëj zero. Jo, po ti e bën zero më burr, ti thua shkotaj. Po e di pse bëj zero. Madje thua shqyr të mbyllet. E di pse bëj zero. Është shqyr të mbyllet. Për dy gjëra që janë themelore. E para, sepse unë besoj dhe ken çdo raport ndërkombëtar që të paktën 5 vitet e fundit që jemi me Spak, korrupsioni në këtë vend është rritur, korrupsioni zyrtarëve të lartë. E kemi në Burgerion Velian, po ti kujton se bashkia që do e marrin prapë socialistët nuk do vidhet në Bashki Tiranës. Dhe e dyta, po prit dhe mi kundërshtot dyja, po e para është që vjedhja në kohën e Spakut është rritur. Korrupsioni. E dyta, se duhet të kuptojmë çka do të thënë korrupsioni është rritur. E dyta është nuk ka pasur këto 30 vite demokracisë shqiptare, vegël, mash, institucion që e ti po deshe, që ka minuar demokracinë dhe ekuilibret politike. Të këtyre maskareve që kemi ne politikan, më keq se s'kan bërë këta agenti kishte shkatruar fare ato ekuilibrat politik. Se ato ekuilibrat politik të këtyre maskareve na kanë marrë 30 vjet në qafë. Ato ekuilibrat e këtyre që bjen ekuilibër maskarej. Për sa për korrupsionin. Për ta lënë pushtetin te një njeri vetëm. Vetëm për këtë është shpikur Spaku. Nëse do t'i referohemi raport ndërkombëtare, nuk është e vërtetë se ka përmirësim, por nuk i referohemi atyre, sepse raportet ndërkombëtare flasin për perceptimin e korrupsionit. Të kuptojmë të gjë, nuk e ma do të njeri korrupsionin, se është të zezë, nuk e dim neve, se po ta dim me futin burg, e bëjmë bardh. Të kuptojmë të gjë, nuk e dim. Raportet ndërkombëtare masin perceptimin. Ndërsa s'ka për ekuilibrat shkurt. O zoti inshallah t'i shkatroj fare, t'i hedh në erë. Të ekuilibrat e këtyre, do ekuilibrat që bien këta në ekuilibrat. Bëhemi monarki më. Këta pasaj na kanë çuar këtu ku jemi. Bëhemi monarki zgjedhore. Këto ekuilibrat e këtyre. Ano, do të them një gjë për referuar dhe seancës. U pyet Dumani për çështjen me Ganigal. Dhe ai përgjigjen që për pjesën tonë është hetu. Por ne presim nga një shtet i huaj, thaj që është SBA-ja. Avokati që vjen në misionin tuaj që është shumë serioz për milimin. E sqaroj më mirë, më sqaroj më mirë dhe mua që pritet që të vijë nga SBA-ja, se atje ka lindë, atje ka fillu. Domethënë është hetimi në bashkëpunim edhe me partnerin strategjik. Kështu që Rama për pjesën shqiptare e thaj, ka nis hetimi. Kështu që edhe për Ramën nuk ka një tabu, dhe unë kam thënë gjithmonë që për çështjen me Ganigal se si do dalë ai, por do vi edhe nga Amerika se atje kanë, si më thënë. Dakor, do Freç, po ndërkohë që presin Amerikën,
Njerë thjesht mund ta pyesin Edi Ramën si që pyesin çdo njeri tjetër, ore, si doli emri, çfarë di ti për këtë? Kaq të bëjnë. E bëjnë dot më. Se kam pyetur ata. Ne mund ta kem pyetur sa e tha. Edhe mund ta kem pyetur. Nuk e di unë. Thënë drejtën se them do. Por ti, shiko, mund ta kem pyetur. Ndoshta Rama është dhe në burg dhe unë se di. Jo, mund ta kem pyetur, sepse ai marrëveshje që mund të kenë bërë ata është mos dalë. Dy pyetje që i dua përgjigjesh shumë. Vetëm dy gjëra të vogla. Edhe sikur marrëveshjen që të kenë bërë ti tjetër, edhe këtu është me 50 standarde. Edhe po ka bërë këtë marrëveshje që thu ti, që me të Berishën, Veliajn, Benametajn, i thras, por ty të ruaj dhe nuk të thras. Këtu jemi tek ai standardi që ti fal, që është çështje sensit komun me arsyetim juridik. Në qoftë se kryeministri i vendit takon shefin e FBI-s për New Yorkun, ose cili ishte roli i saktësisht. Nuk është në një shkelje. Ty mund të duket a posteriori, pasi marrë vesh që ai ka marrë lek, thua ti ka për shumë gabim që ka pritur. Por e s'paku mund të thotë dhe çështje farë, po me që po thonë po etojmë, një njeri kur eton mund ta pyesësh dëshmitarin kryesor që i del 16 herë emrin akuz në Amerikë. Po mund ta pyesësh pse flasim ne në për banaqe thua ti? Është tani pyetja ime emri në Amerikë në të mos e vazhdojmë, do vazhdojmë, do të debatojmë. Atëherë mund mos jetë çështje fare më. A ka nevojë reforma në drejtësi në Shëngjell Rama te çështja me Gonigal dhe ta mbyllim? A ka nevojë reforma në drejtësi për rishikim dhe a është dhe s'pak institucion që duhet ripar? Shiko. Shkurt fare, se kam dhe pyetje tjetër. Reforma në drejtësi ka një nevojë urgjente për të rishikuar, po jo pjesa e SPAK. Se ne mendojmë në reformën në drejtësi SPAK. Jo, reforma në drejtësi që... Reforma në drejtësi... 99.7% e drejtësisë është pjesa tjetër, jo SPAK. Pjesa tjetër. E cila është mizerabël. Pra, ajo pjesa që i them unë Bushatit, që jemi tek 2.450.000 të tjerë si pas censusit, pra atë s'flet njeri. Dhe ajo është një mizerabilitet i vërtet. I qartë. Ka nevojë thoni ju dosje që presin aty dhe njëkohësisht e gjitha ajo për cilën u trumbetua reforma në drejtësi, për këtë pjesën tonë më të qytetarëve, nuk u arrit. Qartë. Jemi të sinqertë. Pra, e prodhoja dhe atë viktimën që pam pak më shumë. Po, ka nevojë për rishikimin e disa pjesë, sidomos në këtë aspektin që ngritet ju për këtë drejtësinë ku përfshihen shumë njerëz. Edhe për ruajtjen unë jam që sigurisht që SPAK-u duhet ruhet, duhet vazhdoj, nuk duhet të preket, bile nuk duhet të hapet rruga disa... Shumë prokurorëve prej që do t'ju mbaroj mandati në vitin 2028. 11 do me thëmë prej tyre. Edhe pak janë, sa janë ata? 20 janë gjithsej? 11 do të shpët. 20 me të nëndë. A duhet të ndryshoj kushtetuta për të leju e rikandidimin e tyre, apo SPAK mund të mbyllet fare në vitin 2028, duke patur parasysh që ikin 11 prokurorë si shtamë, që kemi aktualisht pra institucionit thoi se paralizohet, në qoftë se nuk vazhdon procesi. Unë dëgjova dhe... Unë shoh që kanë qef të dy palët të mos jetë SPAK-u. Mendoj që duhet ruajtur, duhet forcohet. Është instrumenti i vetëm që na jep shpresë se korrupsioni në sferat e larta do vazhdoj të luftohet. Por këtu do të shtoj një gjë, të rishikimi. Mendoj se duhet të rifutur në një formë tjetër puna e vetingut, se disa nga prokurorët dhe gjyqtarët, si mas shumë dhënave që marrim, që e kanë kalu vetingun, duke sikur kanë kalu oqeanin dhe kanë marrë një certifikat përjetshme pastërtie dhe tani nuk na rrezikon me asgjë. Unë mendoj që kjo duhet ngelet në fuqi në periudha të caktuar, një periudhë një herë 5 vjetë diçka e tillë, ketë forma të kontrollit financiar dhe të kontrollit të tjetër gjë kjo preç, po them ka rrezik të paralizohet. Dhe pastaj të mbyllet dhe të dy palët po dalë më dëshira të ndër gjithë tjetër preçëm, po them të dy palët duke sikur janë cilësit e bashkëpunë. Po deshin ata e mbyllin. Këto e mbyllin këta këtu. Qëse nuk kanë shku në burg direkt ditë gjithë, e mbyllin. Shtetet e bashkuara tani ç'lidhje kanë interes. Ai të merret me këtu, ai të ka ngatruar me Armenin 4 herë. Jo, merret. Po preç. Po ku po merret? Asim tani. Po e dëgjove çata mund të kthehet prap bombardimi në Izrael. Jo më merret pas. Ajo që ta prap më pas shkojnë 24 orë thamon. Po ku pyet ai për po ku ka lidhje ai me Shqipërinë? Ajo që merret me ne, ajo pjesë që merret. Merret me fshatin tonë ai tani. E pra këtë po them. Jo për Trumpin. S'ka lidhje. Dhe këta përfitojnë? Or ke departamentin e shtetit, ke zyrat që merren me Shqipërinë, ke FBI-n, ke
Do me thënë ambasadori që dërgojë këtu dhe bën një lesheli dhe ikën. Edhe ajo, edhe që është tani, E kuptoj. Spaku nuk e lëshojnë. Do me thënë vjen një tjetër të ati që e bën... Jo, nuk bën gjë. Ata, në qoftë se Shtetet Bashkuara të Amerikës mendojnë se në Shqipëria... Edhe këta të thonë tani që mendoni tani përfundimisht Bushat ti mendojnë që apo ti thua është më mirë të mbyllet se këti dik. Këtu ka një shqetësim që këtyre burrave të mirë që kushtetuta i ka caktuar mandat 9 vjeçar, si ta bëjmë që t'i ripërsërisim në mandatet e tyre, pra bëjmë një debat gati për të marrë, ndërkohë që sot, ty të shkarkuar një gjykatëse kushtetuese, e vetmja që nuk voton të pro-qeverisë, dhe për cilën e shprehur kundër dhe Komisioni Venecias dhe Bashkimi Evropian. Me të ndrejtë nuk ishte punë edhe me PD-n e me këto. S'ka rëndësi fare. Jo, nuk ka rëndësi. Është e vërtet kjo gjë. Mund të ketë lidhje dhe me PD-n dhe me Rusinë. Nuk ka më shikon dhe punë e vetë me të ndrejtën. Unë e kam njofur. Do se mbyllet Spaku, këto do zëvendësohen. Jo, pra propozimi shqetësimi parë të krijohet mundësia të kandidojnë, që jemi korrekt. Jo, nuk ja lë kushtetuta të harroj. Po si vite kjo i kishë plotësuar? Jo, se do mbyllet Spaku si ikin këta. Është diskutuar, është aq e qartë. Po sa vite duhet të bëj? E para është që të ndrojmë kushtetutën se burrat mirë si këta nuk gjënden Shqipëri, vetëm këta ishin në aran nga qelli, ndërkohë që këtu drejtësia minohet dit pas dite. Të ka ndodhë skandali sot ditën për diell, pa pyetur as për BE, as për Komision Venecia, as për gjë, dhe ne flasim çdo bëjmë me këta burrat e mirë të Spakut. Që e shumta mund të shërbejnë si kamikadë sigurimit për të fut Belerin mrena. Aq merit kanë. Ty ka ngel mrapa se Beleri është i vjetër, ka ndodhur. Belerin, e bën ata atë që duaj. Nuk di se ka këtë Belerit, se edhe unë se kuptoj mirë, po sepse është dosja më e turpshme që ka prodhuar Spaku dhe GKK-ja. Merreni dhe lexojeni. Për kuriozitetin tuaj merreni dhe lexojeni. Fjalia është, nëse duam që ta kemi Spakun, duhet pa tjetër që t'ja u përsërisim apo t'ju shtojmë mandatin këtyre. Sepse ato kushtetut e shkruajtën këta njerëz si ka në dorë dhe ta ndryshojnë. Kur e shkruajtën me presionin e palëve të tjera, të treta, dhe normalisht them që edhe në qoftë se do ta ndryshojnë, nuk do ta bëjmë prej dëshirës, për shpirt ata e mbyllin nesër Spakun, të dyja palët, sepse dhe kur tham më përpara që e shan opozita, ndërsa nuk e shan mazhoranca. Jo, të dyja palët e luftojnë Spakun. Të dyja. Me armët që kanë, vetëm dy fjali. Me armët që kanë, opozita me fjalë, ndërsa mazhoranca s'ka nevojë ta shajë me fjalë. Fjali mentor vetëm. Se ka ca gjëra tjera. Popullata tani përfundimisht pjesa më dërmuese e popullatës se ka zënë gjumë. Se ne mund të po bisedojmë me vete. Me ëndra që Spaku do bëjë një Shqipëri më të mirë. Kështu e kam vënë kokën jastëk. Ti nuk e mendon që mendon kështu? Kështu e kam vënë kokën jastëk. Se ti mendon që jo, ha? Po. Po pse do ishin këta politikanë që kemi ne, po të mos ishim ne si popullata? Qa flet? Shumë veta e shumë. Mani ka qenë prokuror dhe më përpara, por është trimëruar për shkak se Spaku ka edhe një pjesë e sistemit drejtësisë ka një përmas ndërkombëtar, pra janë ndërkombëtarët që ja kanë dhënë trimërinë atij, guximin atij. Janë më shumë këshilltar atje se sa prokurorët Spakut, nëse duan ta dini, anglez, amerikan, të BE-s. Pra, po kush ndërkombëtar? Kjo është një përmas, në fakt. Ai që shkonte dhe bënte presion mbi drejtësinë, që thoshte mos shkoni për bankersin, Donald Lue ka emrin. Për bankersin që zoti Ylli thotë është skandali i Shqipërisë. Ambasadori amerikan thoshe këtë mos e hetoni. Do mos e ngacmoni. Ambasadori francez ndërhyn për ndonjë gjë tjetër ose mori vallën e bëri copa ambasadori amerikan o zotri. Si mos ta ka marrë gjithë në tokën. Ka vjetur dynjan këto. Bankersi le pa gjumë popullatën, vazhdojnë për bankersin. Jo, e kam fjalën, do të vazhdojnë për bankersin. E le pa gjumë të thau gjithë. Ke shumë të drejtë për ata, ke shumë drejtë që në bazë tem. Po thoja këtë gjë që ne duhet që modelin e funksionimit Spaku ta shtrim të drejtësia tjetër. Pra ta ndërkombëtarizojmë edhe prokurorin dhe gjykatën, sepse ne nuk kemi guxim që ta bëjmë. Qofse ti thu ata prokuror, gjykatësit kontrollon Rama, tani ai s'mund të kontrollohet ndërkombëtar. Qofse Spaku ka disa arritje që përmendi edhe Pano.
i ka për shkak dimensionit ndërkombëtar. Okej, se nuk kam më diskutim. Tani, unë kisha edhe një moment tjetër. Presidentin e kanë sulmuar vazhdimisht pano. Presidentin Begaj sot e ishte lëshuar gjithë ditën në është mirë? Bardhi. Është mirë? Jo, e kanë sulmuar gjerësisht duke si kur ky ka bërë gjithë kjetë këtu. I sulur shumë. Të Begajtja Bardhi sot gjithë ditën. Desa Peleshi tha pusho 4 herë dhe mori 4 vendime në të njëjtën kohë. Do më thënë, pas çdo 20 sekonda i mori 4 vendime, vendimi 4 të ishte që dile jashtë nuk doli fare. Aty ndenjë, nuk del me njeri. Dhe janë ngrohtë brenda, mirë se ka filluar edhe të bjerë moti. Dhe tani i kanë rënë, po sikur të mos e zgjatim këtë të presidentit ç'mendoni. Po ta lëmë Bushatin thotë atë fjalën që thotë ai, i thotë gjithmonë një epitet. A bëjmë me fjalë, themi një fjali. Nga një fjali për këtë problem të gjithë e ndruat Begaj, pse vallë është aty Fjalia pyetja. ime, tani sun. Fjalia ime është kjo që nuk e ka larg nusja të pamen me 31 tetor gjithë ky diskutim sqarohet. Po ndërkohë, njëri nga televizionet sot thoshte që Rama po arreston Begaj. Me 31 tetor, gjykata kushtetuese se cili si kemi besu gjithë, shprehet dhe pastaj marrin Jo, si kemi besu. Po atje thamë. Se tani kjo është si luftë, mua më duke si luftë me mullin të erës, se i që Begajnë, nesër, në mëngjes sa ndryshon këtu? Se duke siguri ka Begaj gjerat. Begajnë e sulmojnë për shkak se është një jesmen i bindur, vasal i kryeministit dhe ka kthyer presidencën në institucion varësie, si që është AKEP-i, si që është AMF-ja, është dhe presidenca. Institucion varësi të kryeministrit. Kështu që për këtë e shajnë. Po i thoshin dhe ka vajtur në spital natën. Ai nuk është president, është drejtor në presidencë. I thoshin që ka vajtur dhe në prito panatoni, se i thoshin për shumë ka vajtur në spital natën ka punuar. Me që ka qenë doktor, i thoshin këtë natën punën fshetas spital. Dhe me rogë prit. A i pyeta unë dhe më thanë që a i kishe vajtur në spital, që mërë dhe një rogë kur ishtë doktor punonte. E kupton. Nuk besoj se kishte futur Bardhi. Hodhën lekët kur ishte president. Nëse është në spital shumë mirë bën. Po pra kur ishte ushtarak vetë ditën, sepse po i duhet ndihma e tij të japë. Për këtë punë që. Por problemi është që këto të tjera që ka kthyer presidencën në institucion varësie. 31, lash e Po thash. çan do 31? Na thuaj më Imi gjykatës. Nuk e di, po se mos ndryrën Amerika ty thua prapë. Ky presidenti i Amerikës se ky po ndryri 31 gjykata kushtetuese vendos. Për ta parë një këndvështrim pozitiv këtë që bën opozita. Imagjinoni sikur të kishte zgjedhur atë rrugën tjetër që edhe Bushati ka mbrojtur, që bojkotonin institucionet, bënin protestat, t'i binin atyre dyrëve të parlamentit. Kjo në fundit është luftë institucionale. Ndoshta është me argumentat dobët, ndoshta është me argumentat fort, po është prapë se prapë brenda asaj rutinës demokratike shqiptare. Se këta nga që shkarkojnë në Ramën tani, dhe shkarkojnë do të Ramën, thonë urgjent të shkarkohet Begaj. Tani, Begaj e bëri vetë se vajti të fjali vogël. Bushati nuk lëshoj sot atë. Lëshon një fjalë që i thot një... Nuk e tha, nuk e lëshoj sot. Tani, se jo popullata, s'ka të dhe kuptoj që nuk e si popullata po vledhe. Tani ne të ndëruar të shikus zgjatëm sot e të pruam. Tani të prime ka i gjithë popullata këtu. Jo popullata, po udhëheqësit lartë që kemi e të gjitha. E të pruam dhe ne pak me programin, kërkojmë ndjesë me gjithë këtë të prim. Por ne kemi një të mirë që do ikim tani, rruga Bosh, Bushat, se tani kur erdha unë e di qatë merish, me një motor gati me hypit e veshit e makina, dhe i thashun bërtita dhe e shava. Kur a i ndaloj këshu anë, është tha, si së më thua këshu tha, unë shikoj emisionin të në gjithmonë. Beta, i dhe është dorën këshu. Merdi keq preqë, se pastaj, dhe shava. Se rruga shumë keqë, i ke parë rrugët si janë bushur. Më thënë, gjithë populata është edhe në Tiranë tani, e të gjitha dhe është mbushur e gjitha, si që po e shikoni. Po këto nuk shikon njeri, këto shikojë këto tani, nesër mitingu i matë që do bëhet e të gjitha. Shojnë Begajnë. Faleminderit shumë, të nderuar bashkëpunëtorët me dhe me thënë operatorët e gjithë ta që me siguri kanë sharë tani, pas i kaluan gjithë të minuta, po në nëzë, e të gjithë të tjertë, faleminderit shumë, natë e mirë, e mbyllim këtë javë, javën tjetër, pa tjetër tani, që do shihemi, që të janë, natë e mirë.